Vitin e kaluar ne kushtuam një natë adoleshentëve tjem. Ishte një vendimi im dhe Jonës për të bërë diçka për një grup mosh që nuk është se diskutohet shumë nëpër ekrane. Është e çuditshme se sa të përjashtuar janë adoleshentët. Nuk e di domethënë. Gati është fatkeqësi që janë kaq të përjashtuar. Nuk e di kush i përjashton, televizionin e kanë në dorë të rriturit. Ndoshta ata nuk duan të përballen me mangtet e tyre të rritjes adoleshentëve, sepse është një fazë e vështirë në fakt, është një fazë që të sfidon shumë. Unë e them psiqikisht, shpirtërisht, të sfidon si njeri, ai që je. Dhe nuk e di pse këtë brez neve edhe simbolikisht e lëm jashtë, se kuptojmë ose e marrim me kaq lehtësi, sikur se kështu kemi qenë dhe ne. Por unë personalisht si nën adoleshentësh, çdo ditë mësoj që duhet të mësoj. Çdo ditë mësoj që duhet të mësoj për ta. Duhet çdo ditë të mësoj. Dhe sa më shumë mësoj për vajzat e mi adoleshente, aq më shumë kuptoj që duhet të kem një lloj distance. Aq sa të tregoj që jam aty, aq edhe duhet të lë procesin e tyre. Pa e paragjykuar. Folëm për çunat jona vitin e kaluar, tash do flasim për gocat. Të cilat të paktën në biseda që kam bërë unë, edhe ndoshta Elona që ka çunin adoleshent mund të bie dakord, që është mbrapa kamerës, gocat kanë shumë emocione apo jo, janë edhe hormonalisht ndryshe, edhe përjetojnë ndryshe. Jo vetëm vajzat, po le të themi që është një pikë historike shumë unike, ku sot po dalin dinamika të reja ndryshe nga çfarë kemi ne kaluar apo ju keni kaluar në adoleshencën tuaj. Janë shumë të ndryshme sepse sot adoleshentët janë më të informuar nga aspekti emocional, pra din të vendosin kufin, siç e themi ne, atyre kufinëve të famshëm, din të flasin më shumë për shëndetin mendor, din të flasin më shumë për ankthin, për emocionet e tyre. Por nga ana tjetër ka edhe një paradoks që edhe prindi po fillon të përshtatet me këtë ndryshimin e adoleshentëve, por dalin edhe gjëra të tjera negative nga ky bashkëveprim i ri që po ndodh tek familja, tek marrëdhënia, siç e kemi në këtë rast, nën vajzë. Sepse unë dëgjoj shumë për shembull nëna që thonë unë përpiqem të bëjmë një shoqe për vajzën time, por kjo dinamik nuk është shumë e shëndetshme. Sepse ti shkri një rol edhe adoleshenti, në këtë rast vajza, e humb atë pikën e orientimit. Nuk e shikon nënën si një strukturë ku mund t'i besoj, por shkrihet me të, merr barrën emocionale të nënës dhe ne themi, ok, kam bërë përpjekje të dy që të bashkëjetojnë ndryshe, por del në pa një gjë tjetër. Dhe gjithmonë duket se ne duhet të lëvizim në për këto ujëra për të kuptuar se çfarë është më e shëndetshme të bëhet në këtë raport, dhe jemi gjithmonë në zbulim. Nuk ka një gjë e cila thotë e definon sakt për çdo lloj marrëdhënie që ekziston nën vajzë, por jemi gjithmonë duke u përshtatur çfarë shkon me këtë marrëdhënie, çfarë po bëhet ndryshe, jo detyrimisht gabim, por që mund të shkojë në një rregullim të kësaj marrëdhënie që të dy të ndihen mirë, sepse edhe nëna ka shumë presion. Jo vetëm fëmia adoleshent që po zhvillohet edhe po kupton kush është brenda asaj botës vet. E çfarë mendoj unë sa herë që tash që jam nën vet, sa herë që dëgjoj këto intervistat e njerëzve të famshëm që thonë unë nuk dilja nga shtëpia, unë isha në depresion, unë nuk kisha asnjë shoqe, unë doja të vrisja veten, unë çaja duar, se ka shumë adoleshentë që e bëjnë këtë. Dikur natyrisht dëgjoja historitë të tyre, tash dëgjoj me mendjen time nënën mbrapa ose prindin mbrapa, se çka kanë hequr dhe ata gjatë kësaj kohe. Dhe kryesisht të famshëm që ka nënën në tapetin e kuq me vete, por dëgjojnë që çfarë vështirësisë kanë kaluar me shumë njerëz që ja kanë dalë në jetë, por kanë kaluar në ekstremitete. Edhe kjo është e vështirë, është një sfidë për të gjithë, edhe thash jam komplet e pa edukuar në këtë gjë. Sado që referenca mund të marr nga vetja, është e rëndësishme të kuptojmë që ne tani jetojmë në një sistem komplet tjetër. Është gjithë sistemi është ndryshe. Sistemi funksiononte, pra ti marrëdhënia jote me prindin ishte si marrëdhënia jote e shoqes tënde me prindin, ishte si marrëdhënia e shoqes tjetër me prindin, dhe roli i babit ishte si roli i babit tjetër, Tani këtu është një rrëmuj e jashtëzakonshme. Marrëdhënia ime me prindin nuk është e njëjtë si marrëdhënia e tjetrit me prindin. Roli i babit ka humbur për një pjesë të madhe, në një vend është autoritar, në një është i zhdukur fare, është imigrant, nuk bëhet fare, është me telefona, apo siç kemi histori sot që dy baballar nuk janë fare në jetën e vajzave. Informacioni është i tepërt, patjetër që e the ti që tani din për gjithçka,
unë edhe këtu në stafin tim, po jam përballur sidomos e punësimet e Gen Z-ve që ikin sepse kanë ankthe, kanë atak panik, nuk u zgjova mirë sot, jam me trauma, kam PTSD. Mendoj që këto edhe ndoshta etiketimet ato nuk arrin edhe ti zhvillojnë apo ti kuptojnë shumë mirë, sidomos kur janë në moshën 13 deri në 18 vjeç, kështu që edhe i vënë pa karar. Megjithatë, kjo pjesa e shëndetit mendor është diskutim shumë i madh për adoleshentët, por nga ana tjetër më duket sikur çdo lloj diskutimi që vjen papritur dhe bëhet një fenomen i ri, pra që futet papritur në jetën tonë, natyrisht do kalojnë në një rrëmuj derisa të stabilizohet dhe të futet në një vijë. Dhe në këtë moment ne jemi akoma të pastabilizuar dhe për më tepër në Shqipëri, sepse këto diskutime sjellin edhe mosnjohje të mirë edhe psikologëve, të disave që nuk janë përballur me këtë, kështu që duhet të kenë ato një edukim shumë të mirë me çfarë po përballen, mos diagnoza të mira, ilaçe, ka fëmijë që unë njoh janë 16 vjeç që marrin Xanax, ndërkohë shiten dhe Xanax. Kështu që edhe ky është një problem shumë i madh për trinjt. TikToku u mundua qeveria e liroi prap. Filloi Franca ta mbyll, filluan të gjithë sepse kanë parë problemet e shëndetit mendor, TikToku apo rrjetet sociale që kanë ato efektin e tyre. Unë nuk kam qenë asnjëherë pro mbylljes, me të thënë të drejtën, sepse nuk është vetëm TikToku, është një problem në sistemin ku jetojmë tashi. Pra unë nuk e shoh se është problemi një platformë apo një tjetër, është i gjithë sistemi. Ti mund të heqësh çdo platformë, po ke nënën me atë platformë, ke babain që punon, e heq celularin, ke WhatsAppin, ke kompjuterin, ke lojrat, ke çdo gjë ty të është bërë i gjithë sistemi për të elmuar fëmijët. Edhe unë çdo ditë më shumë them që gjithë sistemi po ndërtohet për të elmuar fëmijët, adoleshent. Dhe aty fillon i shef shenjat. Për mos folur pastaj për ushqimin, vajza ime e vogël një ditë më tha: "Mami, ti ankohesh për shëndetin tim, po ti e di tha me çfarë ushqimesh jemi rritur ne?" Pra kjo kishte marrë edukimin kishte parë një dokumentar me çfarë ushqimesh ishte rritur ajo. Unë natyrisht u ofendova se thash kam rritur me ushqim të mirë, po nga e di unë që kam rritur me ushqim të mirë gjithkohës. Pa ajo karameli akullore që merrte në rrugë, ushqimi skandalos, pije energjike që shiten pa pyetur. Pra, në një vend pija energjike ishte plus 18, e vendi tjetër ta jepnin. Pra fëmijë që pinë, konsumojnë pije energjike, fëmijë që konsumojnë çokolladat e shpifura, ca të vogla, ca që në pikë të mëngjesit. Pra sheqerin. Gjëra me nisë shte, pagjumësia e internetit, shkolla mungesa autoritetit, probleme në familje, individualizmi, dëshira dhe jonë për të njohur veten, kush jemi ne, për të ruajtur unë si nën, për të qenë e aftë në punë, apo jo, e aftë në karrierë, e aftë në formë. Kjo është një dëshirë që unë s'kam të duhet kujdesem dhe për veten time. Pra ka ndruar dhe ky brezi, ne nuk jemi më nënat që bëheshim një mobilje, siç e tha dhe Moza Ahmeti lezetshëm, unë kam thënë gjithmonë të bëjmë një mobilje për bashkëshortët e familjen tonë. Duhem dhe ne të mbahemi, pra duam kohën tonë, po kjo koha jon për cilës si egoizëm, ndaj ka dalë fjala narcisizëm. Të gjithë të e bra një monolog shumë të gjatë, për të thënë që këta jetojnë në një rrëmuj të madhe. Në këtë rrëmuj të madhe është dhe rrëmuja në kokën tonë, se ne ishim fëmijë të prindërve të një epoke tjetër, dhe prap kemi zërat e tyre. Kemi zërat e tyre dhe prap s'kemi informacion. Edhe gjyshet janë pa përgatitur. Dhe plus, mos harrojmë që faza deri në 12 vjeç është një fazë që fizikisht, përpos atyre që kanë probleme shëndetësore, fëmijët fizikisht është shumë e lehtë. Është e lehtë, më e lehtë, e kam thënë gjithmonë, është e lehtë, më e lehtë e mami, e lehtë e vjera, më rri aty, i thu dëgjoj muzikë franceze, dëgjoj opera, dëgjoj lije me celular, kërcej kështu, e përdor si kukull, e përdor si lodër, e përdor si robë, bëj çfarë dush ti. E pastaj ai fillon çdo gjë që ka marrë deri në atë moshë dhe gjithë genet që ka, pastaj i kthen mbrapsht. Dhe e fundit është dhe geni. Që ti nuk e di ç'a geni është, mund t'jetë geni gjyshit tënd pianet me varësi, mund t'jetë geni një njeriu, një familjar, një prindi që i lë gjërat për gjysëm, ose ka ankthe. Është një mister i madh, është një botë ku ne do futemi si prindër. Delian ti the është moment i lehtë deri në moshën 12 vjeç, po në fakt është më kritiku, sepse do ta kthej mbrapsht të gjithë ato që ka marrë në këto 12, nëse në 7 vitet, të para janë më të rëndësishme, do ta kthej mbrapsht në pjesën tjetër të jetës. Janë shumë, edhe unë më vjen keq se diskutojmë për ushqimin e kalamanit, për qumshin, për këtë. Po ky diskutimi dhe ky i parë një që ato vite që ti e ke lënë kalamanin, por se duket e thjeshtë, por ne shumë komode. Shumë komode.
Unë e lija me mamin gocën edhe kisha ai shumë punë sa që se merja një ditë merja të nesër, e kupton se tash është me mamin, ajo rria aty te liçeni një gjë e vogël, te deti. Po një ditë goca më tha, ndoshta ti si e bër për fëmijë, kupton? Sepse ai vullnekaritë e veta çka ka parë. Por përveç të kemi shëndetin është e para, po edhe kjo pjesa tjetër për te shëndetit është e lodhshme sepse është çdo ditë përpjekje. Kështu që realisht patjetër duhet bërë gjithmonë më shumë, duhet folur për këtë. Për te qumshit e tyre ç'a të hashe, ç'a të pishe, sa të flej kalamani i vogël e kështu. Mua më duket problemi më i vogël ai bebit. Po kjo është Çështja është që nuk rritet vetëm fëmia apo adoleshentit, rritet dhe prindi bashkë me fëmijën dhe me adoleshentin. Dhe mund të jetë një qasje shumë e mirë për ta menduar që ti nuk je një prind që mëson, je edhe një prind që po mëson nga fëmia. Nuk po mëson ti fëmijën, i mëson ai ty se si të jesh prind. Dhe kjo në një farë mënyrë edhe mund ta heqi pak barrën që je ti duhet të performosh si aty përballë ti për ta mësuar. Je duke vëzhguar dhe çfarë vëzhgon përshtatesh me të. Dhe unë them që gënjeshtra më e madhe që ne mund t'i themi vetes është që ata nuk na kuptojnë. Dhe ne mund të luajmë çdo lloj roli kur hapim derën e dhomës së tyre. E quaj kështu sepse kryesisht ata arrin në dhomën e tyre, tash në adoleshencë, nuk është ata na vinë në kuzhinë, në dhomën tonë. Dhe ne mund të kemi lexuar, të kemi shfletuar një gjë dhe të vendosim të jemi ata që sapo shfletuam, apo nuk kemi diskutuar një gjë me mendje dhe kemi reflektuar. Pa ata na njohin se na kanë njohur sikur na kanë njohur që në mitër. Ata kanë njohur gjithçka nga ne. Kështu që fëmijët na lexojnë shumë mirë. Fëmijët lexojnë shumë mirë. Fëmijët e lexojnë edhe mirësinë, edhe mundimin tënd, edhe përpjekjen ta lexojnë shumë. Por nga ana tjetër të lexojnë edhe kur nuk të vin fjalën natyralisht, ashtu siç duhet, që nuk i beson, sepse ka një tendencë prindi që e kam vënë jo unë, edhe tek prindit e mi dhe kudo, që në një moment e del origjinë. Të thot, edhe kur do të jetë komunikues të thot, po, se edhe ti, më thënë e ka, se edhe prindit realisht duhet rritën edhe ata sepse kanë shumë fëmijë brenda edhe ata. Janë kështu si në luftë adoleshenti me adoleshentin tënd që kanë përpara. Është sfidë, është sfidë. Është sfidë që ne do ta diskutojmë sot, unë zgjata pak te kjo sepse jam vetë prind adoleshentësh edhe e kam shumë personale këtë gjë për këtë sfidë, por përtej kësaj është edhe shumë e mrekullueshme sepse janë këto sfida që nuk na rrisin, por janë këto sfida që e bëjnë jetën, na e bëjnë jetën me kuptim, na japin ne kuptim si njerëz. Janë këto lloj sfidash, dhe këto janë sfida nga njerëz të cilët nuk na kanë nevojë as për lekët tona, ana i kanë nevojë, por nuk kanë nevojë në atë formë që as për rrogën që ju japin, nuk duan t'ia di fare se ç'a suksesi kemi ne, apo ç'a kemi arritur me punë. Ne i kemi sjellë në jetë, edhe ata na kanë nevojë ne si prindër për mbrojtje, për gjithçka që na mund t'i japim, edhe të sfidojnë sepse të njohin shumë më mirë se çdo kush tjetër dhe a kanë ç'a humbin ata, s'kan ç'a humbin kur të sfidojnë. Sepse kur shkon fëmia nuk të pyet fare, domethënë nuk pyet, ti mund të jesh, nuk e di, Michael Jackson, mund të jesh Jezu Krishti. Nëse Jezu Krishti do kishte një fëmijë nuk edhe do thoshte që un kam shpëtuar të verbrin, domethënë Mojsiu kaloi detin, nuk e dia Mojsiu. Ai thoshte s'më plasi fare, kupton kush je ti Jezu Krishti. Domethënë nga i buron kjo adoleshentit fëmijës. Që kanë këtë lloj marrëdhënie që nuk duhet t'ia dim fare kush je ti jashtë. Sepse ato janë përqendruar te vetja. Janë përqendruar te vetja. Janë përqendruar tek ty. Tek ty marrin pjesë edhe i bashkojnë vetes nëse duan, edhe zgjedhin ta bëjnë këtë, por përqendrimi dhe fokusi i tyre kryesor është tek vetja. Mos harrojmë që edhe ne vetë kemi të fokusin tek vetja, por e kemi më pak të përqendruar me kalimin e kohës. Prandaj duket si mungesë interesi për ty, por në fakt janë të përqendruar, thjesht vëmendjen e kanë selektive. Prandaj të gjithë kanë nevojë për një adoleshent në jetë për të ndenjur me këmbë në tokë. Bashkë me Jezu Krishtin. Se bëj shaka. Atëherë, telefonatën e parë, kemi Lindën, e cila është në video call nga Kanadaja. Ajo ka një vajzë 15 vjeç, e cila si çdo vajzë në moshën e vet, e kaloi hati mori, është ajo pjesa që e kaloi dhe unë, mos u fut në dhomë, se u futem në dhomë. Dhoma është e shenjtë, kam pas dhe unë këtë pjesë në adoleshencë të dhomës, e doja shumë që doja sa më pak të shija prindrit. Kaloi një moment të vështirë, që ishte momenti i imigracionit, kur u zhvendosën nga Shqipëria në Kanada, ishte një moment ku ajo donte të rinte vetëm, të izolohej, nuk donte të fliste me tjëmën. Dhe pastaj gjërat u vështirësuan akoma më shumë, siç tregon Linda, sepse Linda njohu dikë tjetër dhe atje ajo kuptoi që ky binomi që kishin tashmë u thye, sepse u futet te dikush tjetër dhe pse Linda mundohet që mos të ndikoj fare kjo gjë. Një tjetër problem që do na tregoj Linda tani është edhe marrëdhënia me tjatin, sepse Linda është e ndarë, që është një mos komunikim me babain e vet
Dhe tani vajza është duke u rritur, ka pasiguritë e veta, por të flasim më shumë Linda? Përshëndetje. Përshëndetje. Të duhet të prisje pak, por isha shumë e frymëzuar sot. E dëgjova, shijova, u kënaqa. E po tash se edhe unë dhe ti unë kam gocën 16 madhen, 14 të dytë. Po mëson shumë me Demek. Po. As po mëson dhe ti nga goca. As po të sfidon dhe të çdo ditë. Pa punë, çdo ditë. Çdo ditë biles edhe kur bërëm telefonatën me gazetaren, mbasi mbyllën telefonatën thash, "Okej, prit pak." Se shumë herë gjërat i marrë të mirëqenia, apo bëra një analizë me veten pas gjithë pyetjeve që më bëri, edhe prap zbulova gjëra të reja. Prap kishte aty për të përmirësuar, për të edukuar, për të mësuar akoma më shumë, edhe shumë e vërtet që mësojmë çdo ditë. Më fol pak për gocën. Çfarë sfida jote e momentit më e madhe me të? Për momentin është ai izolimi që ajo bën në veten e saj. Është ajo pjesa që përësysh mos të fute dhoma, më lër vetëm, shumë interakt me rrjetet sociale, TikTok-u, në kuptimin që shikon video kot, edhe thjesht bën scroll pastaj komentet aty, qesh me ato, flet me shoqe, po luan një çik Roblox akoma kështu. Edhe kjo më shqetëson më shumë sepse ajo ka qenë shumë sociale kur ka qenë e vogël, me thënë të vërtetën. Ka qenë një fëmijë shumë solar. Unë mundova që në moshën kur ajo ishte 6 vjeç dhe mundova që gjithë fokusin ta kishte ajo. Domethënë dhe punova shumë me të. Ishte edhe një fëmijë shumë i mbar, mësonte shumë, që në klasë parë deri sa ne ikëm nga Shqipëria, në klasë të 7 kemi ardhur këtu, ajo ka qenë klasë 7. Dhe unë u fokusova vërtet tek ajo. Domethënë punoja me të, isha gjithë kohës me detyrat, me çdo gjë dhe ishte vërtet shumë solare, jepte shumë nga vetja e saj, donte njerëzit, donte të bënte shoqe. Dhe kur ne erdhëm këtu pastaj, shoku im i madh ka qenë për mua, ndoshta edhe për atë patjetër. Ishte shok sepse ajo ishte herë e parë që unë shikoja një reagim të tillë nga ajo. Shumë e acaruar, bërtiste, mbyllte derën me forcë të dhomës. Kur dilim, sikur kundërshtonte për gjë më të vogël, domethënë nëse unë i thosha vishe këtë për të bërë të kundërtën e asaj që unë i thosha, edhe pse më mund ta dinte që ajo veshje ishte përshtatshme, ajo do vishte të kundërtën. Vetëm që ndoshta unë e mendoj kështu, që ndoshta të më dilte mua kundër. Kjo erdhi përpasoj se që në momentin e parë që ajo erdhi këtu, unë kisha ardhur përpara në Kanada, më pas e solla gocën. Që në momentin e parë që ajo erdhi këtu, u përball me faktin që unë kisha njohur dikë. Unë nuk është se ja prezantova si dikush, që unë tashmë do jetë në jetën tonë, po ajo e kuptoi vetë këtë, sepse shikonte marrëdhënie, shikonte telefonatat, daljet, frekuentimet. Ne nuk jetojmë bashkë padyshim me personin në fjalë, partnerin tim, por prap ajo ndoshta kishte menduar që kur ne të shkojmë në Kanada, do jemi vetëm unë dhe ti, sepse unë kështu i kisha thënë realisht, dhe kështu jemi me të vërtetë, jemi unë dhe ajo vetëm. Kur sa erdhi, ajo u prezantua me këtë fakt. Ndoshta kjo gjë e tronditi shumë, dhe unë realisht u trëmba sepse mendova që asaj u trondit bota dhe çdo gjë do vazhdonte po ashtu pastaj. Domethënë do kisha të tilla probleme, të tilla reagime nga goca. Realisht Dalina ishte një gjendje që unë e përjetova shumë keq, madje edhe qaja me. Mundosha që të gjeja një zgjidhje, mundosha të komunikoja me të, ishte pamundur të komunikoja në periudhë. Ndoshta më mbas u qetësuar për faktin se pa që unë isha atje prapë për atë, e dedikuar. Atë periudhë kam qenë edhe në punë, edhe në shkollë, se i bëja dyja paralel, dhe mora një vendim që duhet ta leja punën, mbas 3 muaj që goca ka ardhur në Kanada, unë kam lënë punën dhe jam fokusuar vetëm asaj, e alternova që të punoja nga shtëpia. Duhet që të vërtet të reagoja, domethënë të merrja masa. Masa e parë ishte patjetër duhet të leja punën, filloj të më ndjente më afër, filluam të komunikonim më shpesh, e mundoheshim që ti thosha tani ti ke ardhur, je newcomers, duhet të dalim të shikosh pak ambientet jashtë, të njohësh qytetin. Me shkollën mua ambient bëha shumë shpejt. Një gjë tjetër që dua ta cek është ndoshta nga që tronditja aq e madhe që ajo psoi këtu ishte sepse mungesa që ka ndoshta nga jati. Po e ka pak, e tha që nuk ka komunikim. Jo, nuk ka komunikim. Që kur ne jemi divorcuar
jati saj, pati ato ftohjen, ishte natyrë e tillë, nuk dua që t'i vë faj apo ku di unë. Ishte zgjedhje e tij, zgjodhi kështu, madje kur ne jemi ndarë kur ajo ka qenë 6 vjeç, por vajza e ka marrë vesh që ne jemi ndarë kur ajo ka qenë në klasë të dytë. Ndoshta, domethënë ka qenë kështu, doja t'ja mbaja pak si sekret sepse ose nuk doja pikërisht këtë pjesën që ajo të trondite, e kupton, sepse e donte prezencën e tij, e kërkonte. Pa i ka qenë prezent si baba kur gjatë kohës që ishin bashkë ju? Kur ishte, sepse puna e tij ishte që duhet më shumë të ishte jashtë qytetit. Ishte shofer me autobusat edhe domethënë më shumë ishte i ikur do thosha se sa për në ato ditë që ai ishte prezent, domethënë e donte vajzën dhe un kam dërguar edhe një poezi që vajza ka bërë këtu, nëse ta tregoj gazetarja. E ka bërë në shkollë. Po, e ka shkruar në shkollë këtu. Edhe aty e cek ajo ku thotë që para 8 vitesh ne ishim të dy, domethënë unë kisha dashurinë e mamit, dashurinë e babit, në një familje të mbushur me lodra, me kujtime, domethënë ajo ka cekur që kështu e ka nisur që kështu, pra ajo i ka ato kujtime, kupton? Dhe po ta lexosh fundin thotë që unë gjithmonë do ta pres dhe do ta mbaj zemrën të mbyllur, vetëm që aty të mos ja zë dikush tjetër vendin. Dhe tani unë bëj lidhjen që ndoshta kjo ishte ajo tronditja e madhe që hapsoj këtu, që kur u prezantua me faktin që unë kisha gja një partner tjetër në jetën time. Falë një herë që ta sqarojmë se na është bërë vëmendja të gjithëve shumë e shkurtër në këtë epokë. Këtë e ka shkruar kur ti u lidhe me një tjetër, pra kur e mori vesh. Ka bërë këtë poezi. Po, e ka shkruar më mbrapa. Domethënë kur erdhëm në Kanada, mbas disa muajsh. Se këtu thot një fjali që se është anglisht, po ta përkthej. Nuk mundem thotë të mos kujtoj 8 vite më parë në një shtëpi të madhe. Unë se lexoj to. Lexoj to unë. E di, është shumë e dhimbshme. Unë sa herë unë dua të lexoj më dhe vet. Është shumë e dhimbshme. Është vërtet shumë e dhimbshme. Domethënë janë ndjesi, unë e dija që ai kishte mungesë të jati, po jo deri në këtë pikë, ose më saktë jo këto lloj ndjesish kaq shumë të shprehura. Tash du ta lexoj, se Jonas po më ndihmon në këtë rast. Po, njerëzit du ta dinë se çfarë flitet. Thotë para 8 viteve thotë në një shtëpi të madhe, thotë kisha të gjithë lotrat që donte një fëmijë. Dhe ndjesinë e ngrohtë që ndjesinë e mirë thotë që of being loved by both sides, të dashurisë nga të dy anët, edhe nga një nënë e dashur dhe nga një baba i dashur. Tani thotë mund të shoh mbrapsht to what I want back, tek ajo çfarë dua. Pra do prapa të want back. Dashuria thos zgjati vetëm deri në 8 vite më parë. Po. E di pse prekem se vajza ndoshta tash nuk mund të futem në marrëdhënie me babain. Unë gjithmonë mendoj që në një formë është për t'u gjykuar kur nuk flet fare, është për të kuptuar pse nuk flet me fëmijën një prind. Është gjithmonë ka një vend aty për gjykim, tash neve që jemi njerëz normal dhe jo psikolog, le të kemi edhe ca gjykime tonat, por nuk e di se si ka qenë marrëdhënia e saj me atë, po kjo në mendjen e vet nuk e di Jona, gjatë tyre 8 viteve mund të kenë ndërtuar edhe diçka që ndoshta nuk ishte edhe aq e bukur sa që mendon kjo, por atë që ka dashur kjo. A ka qenë kjo familje kaq e lumtur kur ishte kjo e vogël para 8 viteve? Familja ishte ashtu siç ajo e përshkruan, por zgjedhjet në fund të ditës janë të secilit. Po, e ka lënë me një heshtje shumë të madhe. Shkëputja me babait në këtë rast. Shumë. Ajo dhe sot e kësaj dite e kërkon atë gjë, madje para një viti kur kishte ditëlindjen fiku qiririn edhe erdhi më tha matë veshi, do doja tha, dëshira ime ishte tha që unë shpreha, të ishte tha që të flisja edhe një herë tha me babin ashtu siç flisja dikur tha. Kitmen kisha të njëjtë marrëdhënie. Unë në ato momente nuk di çfarë ti thuash një fëmijë 14 vjeç, një adoleshente 14 vjeç. Pra ajo e kërkon prezencën e tijatit her pas here, do të thënë ky boshllëku është që nuk do ta mbushi dot kurrë ajo. Unë e di këtë gjë. Kam kërkuar nga vajati i saj, të paktën një herë në javë, çfarë do lloj jete të kesh ndërtuar, çfarë do lloj situate ti të kesh. Një herë në javë, një tekst ose një telefonat 5 minuta, nuk të kushton asnjë gjë. Nuk dua as të gjykoj, as paragjykoj, as nuk e di fare se si e kanë jetën. E di ai për këtë poezi?
Po, ja kam dërguar dhe jam thënë kur të kesh kohë, lexoje, përkthej dhe lexoje dhe të kuptosh. Asnjë reagim, asnjë përgjigje. Ky është indikimi i Asnjë madh Jona lloj- në këtë rast, domethënë tek vajza. Po. Po. Në asnjë lloj Është përgjigje. nuk e di, nuk e kuptoj Edhe- arsyeën e distancës, domethënë pse Jati ka zgjedhur të lloj distance kaq të prerë me vajzën, fill mbas divorcit që ti ke pasur me të. Domethënë ka arritur të kuptosh ti arsyet sepse ka ndodhur kjo. Jo direkt fill, sepse të thash ne u ndajmë 6, por goca e mori vesh që ne u ndam kur ajo që ishim të ndarë, divorcuar, kur ajo ishte 8, sepse ata, domethënë unë mundohesha ta mbaja kështu komunikimin. Nëse ai vinte një herë në qytetin tim për vizitë për shembull, unë thosha gocës do dalim të pim një kafe se ka ardhur babi nga puna. Pra ajo e dinte sikur kjo gjë funksiononte kështu edhe kur Linda. Pse u ndërpret erdhi me komunikimi? kohën, ndoshta ai ka krijuar diçka tjetër dhe janë sa gjëra që e ke parasysh Ti the ndikime do jetuar thosha unë. me Do vajzën thosha 4 ndikime. Dhe që ke 4 4 vite vite ne me kemi- vajzën në Tiranë apo jo? Domethënë Po, para se po të shkojë kemi në jetuar në Tiranë. gjatë asaj kohe si ka qenë vajza dhe ti dhe komunikimi me Tiatin vazhdonte? Vazhdonte shumë pak, do thosha, do thënë niste me një telefonat, qoftë një herë për ditëlindjen e saj ose shumë rrallë ndonjëherë kështu, që thjesht çfarë bën, si e, po dhe kur ai fliste nuk është se e pyeste si një baba, në kuptimin që të interesohej për gjendjen e vajzës, po është ndoshta shumë fani kjo, po si është koha në Tiranë, kupton? Madje ka qenë një moment kur ne kemi qeshur gjithë me këtë pyetje që bëri, se ishte pyetje për ato që vajza do doj të di, dhe për ty, do krijoni atë bondin, atë marrëdhënien. Pastaj erdhi me kohën gradualisht duke u shuajtur fare, domethënë derisa një herë në vit një telefonat, një herë në vit një tekst, vetëm për ditëlindje dhe asgjë më shumë pastaj. Po vajza gjatë kësaj kohe që ky komunikim filloi të bëhej shumë domethënë i padukshëm me kalimin e kohës, çfarë bënte pyetje ty ose kërkonte Tiatin apo thjesht momentin që ti shkove bashkë me të në Kanada, aty pastaj ajo filloi të ndjente më shumë të diferencën edhe humbi shpresën, siç e shpreh edhe këtu, që mund të rikthej Po, ajo drita. ajo faktikisht nuk ka humbur akoma shpresën, ajo thoshte akoma që unë ende do ta pres, dhe kur të vi prapë do t'ja hap zemrën, do t'i them babi. Jo, unë do thosha që në Tiranë ajo e filloi atë, e kuptonte atë largësinë e tij. Pastaj kur erdhi këtu, duke qenë që këtu morin çik më shumë zhvillim, i dhash telefon për herë të parë 12 vjeç kur erdhëm këtu, se nuk kishte telefon, gjithmonë komunikonte nga unë. Ndoshta ndikimet nga pala tjetër ishin që duke qenë që vajza nuk ka telefon, unë nuk mund të telefonoj ty tash për vajzën, gjë që mua më duket shumë jo normale kjo. Marrëdhënia juaj është marrëdhënia juaj, nuk më intereson kjo pjesë, po je baba, do të përgjigjesh. Kur erdhëm këtu që unë i dhash telefonin për herë të parë, i thash goca ka telefonin, ka numrin e saj, ti mund të komunikosh. Madje një herë që kam parë një tekst gocës nga telefoni i saj, ky ka qenë një mesazh që ka thënë babi jam Elina, a mund të flasim, ky është numri im. Asnjë reagim prap. Asnjë mesazh, asnjë gjë. Realisht nuk e kam kërkuar asnjë lloj gjëje, asnjë shpenzim për vajzën. Thjesht i kam thënë vetëm kaq, komunikoni. Dhe jo vetëm me atë, po edhe me gjyshrit e saj, me gjithë njerëzit që ajo ka, të njëjtën gjë i kam thënë. Bëjeni vajzën për vete sa jeni në kohë. Sa tani keni mundësinë që ju të afroni. Nëse pastaj kjo gjë shkëputet, nuk do jetë për fajin tim as të saj, por do jetë për fajin tuaj sepse nuk ja dhat mundësinë. Kjo është ideja. Ke pyetur vajzën se si e ka interpretuar këtë largim të Jatit? Realisht kemi folur e kështu, po. Ajo pyetet në përgjigje ai kërkon nga unë, sepse ajo nuk e njeh aq mirë si person kush është baba i saj, si sillet, kush është jeta e tij, si është. Dhe ajo atë pyetje i kërkon nga unë, pastaj thot. Po pse, më thuaj ti. Dhe si reagon në këtë momente? I kam thënë që kjo është zgjedhje e tij, nuk e ndryshoj dot. Shkruaj ti. E kupton? Edhe madje edhe për Krishtlindje vit të ri, e kam thënë shkruajte i tati sepse ka ditëlindjen. Tha jo, nuk i shkruaj. A ka kujtime nga ajo kohë? Domethënë, cilat ajo i ka mbajtur akoma të gjalla në mendjen e vet? Po, ka kujtime. Ka kujtime dhe i thot për shkak. E mbaj mend që kemi qenë në filan vend, kemi qenë me babin, kemi qenë këtu. Kam përshtypjen se Linda pak ndjen edhe si lloj shkarkimi këtë pjesën e vajzës mbi ty. Pra marrëdhënien që ajo ka me Tiatin, mund ta ndjesh që e shkarkon tek ty.
edhe për zgjedhjet e mëvonshme që ti ke bërë, qoftë për të bashkuar me një Po, partner tjetër. po, patjetër. Me thënë, unë prandaj thash, ai reagimi i saj ishte këtu kur erdhëm, ai 2-3 mujor shqiptar, ndoshta ky ishte reagimi që ajo bëri kundrejt meje për të më thënë që ndoshta je ti që ma prishe gjithë këtë, nuk e di, shpresë që mund të kisha që unë të krijoja akoma marrëdhënie me babin. Megjithëse unë të thash, unë jam atje për atë në çdo moment. Jam munduar që t'ja plotësoj të dy anët, madje edhe nuk bëj hapa më tutje vetëm për këtë gjë që të jem vetëm unë dhe ajo në Po. një shtëpi. Përveç marrëdhënies me Tiatin, që ajo tashmë duket sikur edhe pse the ka shpresën, por ballafaqimi me faktin që ti je bashkuar me një partner edhe e ka bërë të kuptoj dakord, shpresa po vjen dhe zvoglohet, pra me kalimin e kohës, po do të kuptoj pak dhe marrëdhënien me ty. Nuk e di nëse mendon kështu, por bashkimi me partnerin mund të ketë parë edhe si vendi i saj po zvoglohet gjithmonë e më shumë, pra edhe në raport me ty. Mund të ndjerë si ndonjë partner emocionale vajza me ty në gjatë kohës që keni qëndruar bashk, dhe me kalimin e kohës ajo është ndjerë e zëvendësuar nga partneri aktual. Mund të jetë edhe kjo? Po, e mendoj dhe këtë ndonjëherë, prandaj them që unë po luftoj gjithkohës i tregoj që ajo është kryesorja në jetën time. I kam lënë atë pjesën e hapësirës që të mos e detyroj të bëj gjëra ekstra me mua, kur unë mund të jem dhe me partnerin tim. Dhe ka pas raste për shumë kur ajo ka thënë që a mund të mos të bëjmë këtë gjë sepse është edhe personi tjetër për shembull në fjalë, ose e shikoj herë pas here që bën mimikat fytyrës kur përmendet, e kupton, ose ne jemi në një diskutim apo diçka. Bën mimika që prap ky ose e kupton, e ka kështu si, por unë gjithkohës, domethënë kjo ishte një nga masat që unë mora të parat, prandaj dhe përmenda që në fillim që të leja punën, të fokusohesh asaj, të tregoja që unë jam këtu për ty, sepse vërtet e ndjeva këtë pjesë që ajo mund të më largojë dhe mua, për faktin sepse dikush tjetër hyri në mes. Jo vetëm është ajo që thuat, jo vetëm që ju zvendësua pjesa e të jatit, por edhe unë mund, domethënë po i humbi se terrenit tek unë, sepse ne ishim shumë të lidhura me njëra tjetrën. Më fal se unë ngela tek poezia sepse më pëlqen që ajo shkruan, jo bravo qoftë që shkruan, sepse është Shkruan shumë, po. Është një gjë shumë e mirë, është një lloj kanali lëshirimi, një lloj meditimi që do ta gjej veten her pas here dhe shfati matha që është edhe veten në krimtari. Po ka një fjali në fund që unë doja ta bëja edhe si pyetje, po ju diskutuat pak, kjo ndjesia e fajit që ka shumë fëmijë mbas divorcit. Dhe kjo thotë në fjalinë e fundit, thotë, një pjesë e imja thotë faleminderit Zotit që unë shpëtova dhe nuk ika. Domethënë, u ndryshuan shtetet, jam diku dhe nuk që mos provoja dhimbje. Kurse një tjetër thotë pjesë e imja, thotë të donte, ka një kuriozitet që a do mundesha unë të ndaloja atë gjë që ndodhi para 8 vitesh. Që se ka pranuar divorcin, se ka pranuar. Po, e thot, a do mundesha unë? Edhe her pas here, nuk e di, nga literatura, që kam dëgjuar që, ose që kam lexuar, se për dash dhe mua vetë lexoja për këtë gjëra, që shumë fëmijë bëhen dhe pyetje vetes në format e tyre, në kokën e tyre që mos jam edhe unë shkaktari i kësaj gjës. Kështu që edhe kjo në fund thot, ndoshta mund të kisha dhe unë fuqi ta ndaloja këtë. Po, e fillojmë nga pika që ajo është ndihet refuzuar nga jati së pari. Dhe ky refuzim është pa përgjigje. Ai nuk ka ku ti marr përgjigje, ti drejton ti ëmës, po ëma nuk i di, sepse është një person tjetër që e ka shkaktuar këtë mungesë. Dhe detyrimisht ku do i gjej këto përgjigje brenda vetes. Pra fillon internalizon, që themi ne i brendëson, ndjenjën e fajit vetëm nga mos komunikimi, mos qartësimi. Jati mund të largohet nga jeta e fëmijës, po ti lëri të paktën minimumi një shpjegim. Që ajo ta përmbyll procesin, sepse procesi pa përfunduar gjithmonë krijon shumë dëm emocionale mbrapsht. Edhe mllefet mëdha krijon shumë. Ka shumë mund të vi shumë vonë, tani ajo është në vetfajsim të plot. Prandaj në këtë rast jati nuk është i munguar, por është i dëmshëm për fëmijën, sepse po i shkakton një dëm vajzës nga mungesa e tij dhe mos komunikimi i qartë i arsyeve. Ajo do arsye, do kuptim, të japi gjithë kësaj që po ndodh. A mund ta gjejë vetë arsye ndoshta me terapi pa prezencën e teatrit, pra le ta quajmë dead? Po, në këtë rast duhet ta qaj të jati në thonjza, sepse ai tashmë nuk pranon të jetë pjesë e saj.
dhe të përpunoj këtë ndjesinë e faq që ti kape. Sepse mund të jetë një proces që vazhdon, nuk ndalon me kaq. Domethënë mbaron një farë moshe dhe ajo mund të ndodhe kundërta që i rikthehet jetës, i jep përgjigje vetes, e pranon humbjen që i ka ndodhur, por mund të ndodhë edhe që nuk i kalon kurrë. Shiko, kjo historia e një vajze që nuk flet me tjatin e vet, apo dhe një djali, po në të rast flasim për gocat, është histori e njohur. Ka shumë. Po. Ka shumë historia që edhe njerëz të famshëm që thon mbas shumë vitesh kur u bëra i famshëm, babai u kujtua për mua dhe erdhi më fali. Ka dhe një moment shumë interesant në shumë histori që un kam dëgjuar gjatë karrierës sime apo historitë të njohurve, është që çfarëdo gjë që të ketë pasur me tjatin, në rast se ajo ka siç e tha Linda, ka përjetuar një familje, ka qenë një shtëpi e ngrohtë, relativisht e ngrohtë për të, pra nuk ka pasur situata të cilat mund të që në fillim mund ta përcaktojnë që babai është negativ, babai është i frikshëm, pra nuk ka pasur lloj përcaktimesh. Kështu që në kokën e saj ka një gjë për babin. Dhe nga ato të cilat po i referohesha historive, ka shumë që e kanë këtë ëndër dhe të takimin e parë zhgënjen aq shumë sa që kjo i ndihmon shumë. Pra kanë një goditje, një shok, thonë, ky që ka babi im. Është si ato që janë të adoptuar, si kam pasi shoqe unë që ishte adoptuar dhe prindrit i kishte jashtëzakonshëm, por kishte fiksuar në kokën e vet që fëmijë ma thoshte mua, ne ishim 4 vjeç, luanim 4 vjeç, thoshte mami im është dysh matematike sepse prindrit e mi janë ngjyrë tërsi, po unë jam, dhe ajo ishte vërtet është pedagoge në Sorbonne tash në Francë, në matematik, sepse unë jam gjeni matematike dhe nëna ime duhet të jetë një matematicene. Dhe me këtë ëndër jetoi derisa mori vesh që nëna ishte nga i fshat dhe i donte kërkonte lek. Kuptos kishte lidhje matematikën. Dhe kështu që edhe në këtë ajo mund të shpëtoj vetëm nga përballje me tjatin. Mund të jetë edhe kjo, mund të jetë. Po me meshkujt si kanë marrëdhënie me partner, se tash nuk i dihet, po me partnerin si kanë marrëdhëniet vajzat në këtë situatë? Kjo mund të zhvillojë një, siç themi ne, një atashim të pasigurt, sepse jati nuk e munguar, duke mos qenë aty prezent në momentin që ajo ka nevojë, mund të zhvillojë si atashim ose lidhje pasigurt që shfaqet e marrëdhëniet edhe anksiozin. Po me trupin, duhet që se vajza është mashkulli i pari refuzon me pamjen me veten. Si ka marrëdhënia me veten me pamjen? Linda. Jo, kështu është okej, thjesht ka ndonjëherë to pasigurit që kur të rritem do bëj pak hundën, se nuk më pëlqen hunda ime. Po se TikToku zemra këto. Po, të gjithë. Ne kupton, shikoj këto filtrat edhe po. Dhe jo do t'i lyej pak këto flokët kështu, t'i bëj të ngjyrën, t'i pres. Do të mësojmë se kam to ansore. Okej, këto janë normale dhe unë e kuptoj, dhe ne mund të kemi pasiguri, jo më ajo që është 15 vjeç, po ky është një nga shqetësimet e mia më të mëdha, domethënë, fakti që ajo nuk harri dot unë 100% ta kuptoj ndjesit të plotat të sajat. Ndjesit në lidhje me mua, në lidhje me partnerin tim aktual, ndjesit në lidhje me tjatin e saj, pra ky është ai trekëndshi që unë dua ta zgjidh. Partneri si sillet? Absolutisht është njeriu më korrekt, ai i ka lënë hapësirën e saj, domethënë është një njeri që ajo dhe mund ta ketë sharë dhe ofenduar dhe ai prapë të ketë thënë unë e di dhe vetë që jam i shëmtuar ose e di dhe vetë që domethënë ka një shumë tolerant, jashtëmase tolerant, sepse arrit ta kuptoj. Edhe ajo është e sjellshme me të, në kuptimin që e kupton nuk është se ka shpërthime ose absolutisht. Në përgjithësi është një vajzë e sjellshme dhe e qetë. Por që e kuptoj ndonjëherë që ka një bezdisje, ka një që në mimikën e saj për shembull, të tregon që ka një farë bezdisje. Jo gjithmonë, po ndoshta kur ka ato mendimet e saj që mendon më shumë gjëra, ndoshta krijon një bezdisje. Çfarë ndodh asaj në krizën më të madhe? Unë shkoj për shembull që ta pyes, dhe thotë më lër të qet, nuk dua të flas tani. Po ik më lër. Domethënë kjo është më A është mirë ti lëm me fëmijë kur mbyllin dyert? Po, të doja ta bëja unë të pyes. Se ndonjëherë unë bëjmë pak e bezdisshme me thënë drejtë. Do them që po më që kam jonë. Adoleshenti që mbyll derën dhe kërkon të jetë izoluar, i detyrimisht po të thotë që nuk kam nevojë për ty apo për vëmendjen tënde. Ajo e di që e ka vëmendjen tënde, madje kur është zemëruar e ka dhe më shumë se ti shqetësohesh, edhe shqetësimi është një lidhje që ajo furnizohet me vëmendje. Por në momentin që ajo të afrohet, ti mundesh të ndërtosh pikërisht aty komunikimin që ajo të filloj të mos e bëj si sjellje përsëritse izolimin edhe mbylljen. Pra momentin kur është më i qetë, se the është një përgjithësi, një vajzë e sjellshme, një vajzë e qetë, edhe kur ka ato momente të qetësisë, aty pikërisht mund të shkojmë për ndërtim të marrëdhënies. Jo më vetëm për pjesën që të flet apo të bën aktivitete. Është një moment ku
gradualisht ti futesh në zonën e saj dhe ajo më pas të lejon më shumë që të jep ato që ndjen, ato që ka si emocion. Prandaj ne mund t'ja tolerojmë ndonjëherë dhe izolimin. Po, edhe kjo çake është bezdisëse. Shumë bezdise. Është Se mund ta bëjmë ndonjëherë, por çka ke? Ne kemi zbutur si brez, po prindrit ta kanë qenë të merri fare. Ato thoshin çat kanë bërë. Ata ishin, tash do merreshim me ata neve. Po prandaj them që edhe prindrit janë në presion me adoleshentët për ndryshimin që duhet të përshtasin me ta. Ne vime modelin si na kanë rritur dhe mendonim që ai model do funksiononte me rritjen e fëmijëve tan, por po fillonin çdo gjë nga zero. Se si të përshtateni me të. Nuk ka autoritet, tani ka më shumë afrimitet me fëmijën, më shumë pranime. Prandaj është një zonë ku mësojnë të dy si të bashkëpunojnë, të bashkëjetojnë me njëri tjetrin. Po, unë kam një pyetje për Lindën. Se si ajo ndihet në gjithë këtë pjesë me një adoleshente që është kundërshtuese edhe për zgjedhjen tënde. Unë të vërtetën janë mix emocionesh, mix ndjesish. Një nga ndjesitë që unë kam në lidhje me raport me vajzën është pasiguria ime. Domethënë atje ku janë adoleshentët të pasigurt, duket sikur to ndjesi ecin paralel dhe me ne prindrit. Domethënë pasiguria ata pasigurinë. Më vret fakti që ndoshta zgjedhjet e mia atë e lëndojnë. Dhe prap këtu futet pasiguria them a është kjo zgjedhja e dur e imja që ti përcjell vajzës një mesazh tjetër ose mos ndoshta apo bëj unë gabim në zgjedhjet e mia, jo vetëm partnerin, po edhe në jetë, shoqëri, nuk e di. Jona ka dhe gjë që e thotë ajo dhe mendoj dhe unë. Ne jemi rritur dhe shumë tradicionalisht. Pavarësisht se Linda është në Kanada apo unë këtu duke bërë emisione. Po ca pyetje, sidomos me zgjedhjen e një mashkulli tjetër me gocat rrotull, është një gjë që ne na dalin shumë zëra nga paraardhësit tanë. Domethënë edhe vuajmë, nëse për mua që vazhdoj diskutoj gjithmonë dijen e faj, nëse ka një dije faj që unë e di që po të më vijë ajo ditë do e kem shumë të vështirë ta përballoj, sepse prioriteti im janë kalamajt aq shumë sa që mund të kaloj edhe në neveri ose ta zhduk tjetrin të pafajshëm dhe ai shkreti ka jetë vet. Për këtë rast është ky rasti. Dhe them si do të kem unë atë mashkullin, si do të takoj ai vajzën time të rritur, si mund të shkel ai në shtëpinë time një burr i huaj. Edhe pse ai mund të jetë njeriu më i mirë në botë, jam pyeti që ne kemi ferma ndaj burrave, ndaj atyre paranojave tona që kemi pasiguri, bravo, pasiguri ndaj paranojave tona. Pasiguri tash se çfarë s'kena parë, s'kena dëgjuar tash. Pikërisht. Para thënë si fjalë ose ta zhvillojmë si mendim, e kuptojmë shumë mirë se për çfarë po flasim, shumë e vërtetë. Ka shumë nëna që ne nuk e dim nëse kanë pas lidhje dhe me siguri që kanë pasur, po se kemi marrë vesh kurrë te kalamajt. Se kanë marrë vesh kurrë dhe në fakt ato ka sakrifikuar dhe këtë gjë që mund të ishte edhe një histori shumë e lumtur, vetëm nga kjo frika dhe kjo gjykimi që ka, jo i vetëm i njerëzve, po dhe ndaj vetes, që si do fusun se burri ka më kollaj, të tha se burri e do një grua në shtëpi se kujdeset për shtëpinë. Kurse si do fus ajo një burr tjetër në shtëpi, dhe kur ja sidomos me gocat rrotull. Dhe Lindës në tru, unë e besoj që i komplikohet dhe më shumë situata sepse është komplikimi në breza e kësaj gjë. Do njerë kështu do ta lësh thjesht të lëre të shkoj, kuptoni? Siç e bëjnë amerikanët, ato ikin thjesht me pushime, babi njerka, prindi 1, prindi 2. Lidhja në vetvete, rilidhja është një tranzicion individual së pari, që ti e përjeton me veten, po në këtë rast kur ke dhe fëmijën, ta bën më të vështirë se duhet të vendosesh në shumë pozicione. Nuk je përqendruar se si ndihesh ti, po si do bësh të ndihet vajzën, do pranoj apo jo, rreziqe që ju po flisni për pasigurinë e këtij personi. Edhe kur je divorcuar, fakti që lidhesh me tjetër edhe kur e di që historia e kaluar nuk ka si shans bëhet më, prapë mund t'i bësh pyetje, thua, ti mendon sikur fëmia pyet, po mirë, se bre do të parën funksiononte dot. Kupton e ke atë ndjenjën, po tash do bësh të tjetrën, se dhe ti do lumturinë tënde. Ajo është në fund të ditës se ke shumë të vështirë ta artikulosh. Dhe sidomos ky rasti është kështu rast që kam dëgjuar te të gjithë, është unikal, rasti më konservator kur edhe gruaja më liberale, të paktën në vendin tonë se në Shqipëri jemi, bëhet shumë konservatore në këtë rast. Ndjen një vështirësi, po jo, unë njoh njerëz që kanë qenë të dalë kështu, goca të cilat janë dhe meshkuj në shtëpi zero. Duhet shumë. Edhe unë në shtëpi absolutisht asnjë lloj kontakti. Domethënë edhe e kam të printuar në kokën time që derisa vajzat të ikin në universitet, që të dalin në jetën e saj, unë nuk bëj asnjë lëvizje për veten time, që të bashkëjetoj me dikë ose të jetoj
ose edhe një martesë, asnjë lloj gjëje të tillë. Çdo gjë është jashtë shtëpisë. Unë do thoya këtë, Dalin, me që hap shumë çështja pasigurisë dhe dëgjova shumë te Linda, e përforcove edhe më shumë në atë që the, nëse një fëmijë adoleshent vazhdimisht fillon edhe vëzhgon që nëna është e pasigurt me zgjedhjen e vet, pasiguria do i rritet edhe më shumë. Nga ana tjetër. E di pra, e di, edhe kjo është. Por nëse shikon që ti ke siguri, domethënë ndjek nevojat e tua, domethënë që je një grua, në fund parë nuk mund t'ja mohosh vetes që ti ke nevojat si individ. Po pra, prandaj thash unë Samish këtë jashtë e bëj shumë natyralisht. Po. E bëj shumë natyralisht atë gjë sepse kurse e thash prandaj doja ta caktoja gjithmonë Shqipëria, sepse shumë e vështirë për ne. E kam dhe unë që mendoj që jam liberale, jam shumë konservatore te kjo pjesa. Po. Nuk e di, më duket kështu si unë gati neveris tjetrin se për te të qenë dashuria apo lidhjes tjetër janë këto mendimet që po këto e kemi kaluar në nivel jashtë shtëpisë pastaj, se si mendon komuniteti. E pra e di, është sërish brenda shtëpisë edhe shikojmë se si fëmia po na vëzhgon ne, si kjo vajzë po më shikon mua. Po shumë e drejtë. Nëse të shikon që ti je qetë dhe je sigurt me zgjedhjen tënde, asaj jep po ashtu siguri. Prandaj them interpretimi se si të shikon. E pra, sa të drejtë ka Jona, se edhe unë po bëj terapi sot. Bëj vërtet terapi sot dyja. Po do bëjmë tash se unë nuk kam eksperte sot. Mbas 2 vjetësh mund të jem, sot nuk jam eksperte për adoleshentët. Unë çështja që i di në teori, në praktikë. Po mirë, ja të paktën teoria merr shumë shembuj. Megjithatë unë prap ajo ka vështirësitë e veta goca e Lindës, po prap është s'mund të them fjalën parikuperueshëm se nuk i dihet kur jetës, po kjo është ai boshllliku që e ka të vetin specifik, nuk është se gjithë adoleshentët e kanë këtë gjë. Ai, domethënë, është një mungesë, është humbje. Ne them, është tamam si humbje, siç humbim njerëzit në fizikisht. E po jam të gjallë zemra, se humbja është edhe më vështirë në këtë rast. Është, po, ky është rasti edhe më i vështirë kur humbja është e gjallë. Por mund të kap edhe një detaj të fundit tek pjesa e Lindës, kërkesat e saj për të ndryshuar trupin, për të ndryshuar format e fytyrës apo të trupit, mund të jenë dhe këto një lloj kërkese për të pasur kontroll. Zakonisht tek adoleshentët. Pra nuk është gjithmonë kërkesë për të zbukuruar, por është edhe kur nuk kam kontroll mbi marrëdhënien me teatrin, kur s'kam kontroll mbi marrëdhënien çfarë mund ndodh me tjemën, atëherë i kthem trupit tim. Edhe këtu ajo fillon edhe e shikon edhe në këtë formë që ndërton siguri. Edhe kur bëjnë kështu, shpohen, bëjnë tatuazhe, gjitha këto. Në këtë pjesë, sepse është paktën trupi i tyre dhe them mund të bëj modifikimet që dua për të ndjerë mirë. Prandaj mund të shikohet dhe interpretohet në këtë formë. Frikshme edhe kjo. Unë kam thënë sa ti është 18 vjeç nuk kam ndryshime. Qeshim ndonjëherë me këtë fakt. Kjo të ndihmon edhe atë për forcimin jos. Patjetër që jam tolerante me të, patjetër që i lëkon e saj hapësirën e saj, por ama unë luaj fiks rolin e nënës, kur unë i them që kjo do bëhet kështu, kjo do bëhet kështu. Patjetër i vendos kufi, i vendos orare, kam kontroll mbi të, i kontrolloj lokacionin e vendodhjes ku ajo bën të jetë, e kemi pakt të dyja këtë, kemi bërë një marrëveshje që unë do të shikoj lokacionin tënd, gjithashtu edhe ti timin, nëse ke ndonjë shqetësim ndonjë gjë, ama unë duhet gjithkohës të jem në kontrollin tënd. Më pyet përpara se të bëj një veprim, a mund të ri me shoqen mbas shkolle? Patjetër. Do rish një orë, vjen në shtëpi dhe është deri më tani ka zbatuar çdo gjë. Është shumë okay te kjo pjesë. Domethënë sepse e kupton që unë e ndjen atë ndonjëherë frikën e reagimit tim si nën, që kjo gjë nuk duhet bërë dhe nuk duhet bërë. Okej, Linda, le mund të flisim, sot unë jam në ditë që mund të flas me orë të tëra për adoleshentët, është tema që më intereson më shumë për momentin. Mund të falenderoj shumë edhe me aq sa thua, sido që të jetë prapë edhe me atë përkushtimin që i ke si prind. Ndonjëherë si shpreh që mjafton një prind tjetër i përkushtuar, edhe në këtë rast po e bën maksimumin tënd. Dhe ai prindi i përkushtuar në 100% tënd. Besoj që ajo do ja dalë edhe kush ka pas sukses ka pas adoleshencë vështirë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Thuaj që të vazhdoj të shkruaj, se i bën shumë mirë. Po, patjetër. Historia e dytë është historia e Floridës, që jeton në Itali, ka 2 fëmijë, vajza është 13 vjeçe, e ka filluar rrëfimet e Elona që i mora leja saj për intervistën. Edhe në fakt, kur ke adoleshent, kupton, dhe këtë të gjithë edhe njerëzit që rrëfimtarë më të mëdhenj të botës, kur fëmia bëhet adoleshent, kur vendos të flasi, kryesisht thotë jo, mos fol për mua. Është diçka që e thon të tërë edhe mirë na bëjnë sepse ne, sidomos në rrjetet sociale dhe ne çmendemi dhe ta duket si shaka e vogël fëmijët, por që ata vendosin kushtet e tyre. Por i ka marrë leje për intervistën. Vajza është diagnostikuar me neurodivergjencë dhe thotë ka 124 koeficientin e inteligjencës, por ka shumë njerëz që nuk e kuptojnë këtë, ç'do të thënë.
Jona, para se të flas me Floride, çdo me thënë neurodivergjencë. Është shoqëruese një diagnoze të mirëfill që mund të jetë për shembull ADHD-ja, që me sa lexova ADHD, po ka ADHD. Okej, do të thënë, këto futen te neurodivergjenca, nuk është është janë disa lloj diagnozash që përfshihen në neurodivergjencë, që do thotë funksionim ndryshe neurotik ose nga aspekti neuronal. Mund të ketë zhvillim të vonuar ose zhvillim i cili mund të pengojë ose frenojë jetën e përditshme. Por ka edhe një inteligjencë shumë të lartë. Në 24. Një kombinim shumë interesant për të pasur një fëmijë. Edhe e lexova, nuk e shpëtova dot leximin e rastit, edhe vërtet jam shumë kurioze të di sa më shumë për këtë, se është pak e pazakontë. Po, Florida? Po. Florida, unë dhe ty ndajmë një pikë të përbashkët, edhe vajza ime e vogël është ajo nuk flet për Mozartin shoqeve, por që ka shije muzikore shumë specifike dhe që nuk e gjen veten fare me shoqërinë. E vogla edhe është ka një lloj vetmie edhe ajo që tashmë e ka organizuar dhe ka vënë në kontroll vetminë e saj në shkollë sepse nuk ka shoqe. E vuan këtë gjë patjetër, ma ka thënë që edhe e vuan, por tashmë është mësuar në habitatin e vet të pa shoqërisë dhe është për mua është e vështirë shumë. Vazhdoj të them që ne kemi ekstrem tjetër, ne skuptoshim mos kishim shoqe, një do e gjenim ne dhe më të çuditshmi do përplaseshim diku në lagje. Më fal, desha të bëj një korrigjim të vogël. Atëherë vajza ime nuk është me ADHD, por është gifted, është me dhunti. Dhe kemi bërë, domethënë është specifike kjo gjë sepse kjo ishte dyshimi jon që mund kishte ADHD, por sjelljet e saj janë shumë ndryshe në krahasim me ato që janë me ADHD. Dhe ajo është thjesht me dhunti, por që gjithsesi edhe kur është me dhunti hyn tek neurodivergjenca. Dhe thjesht truri i saj funksionon në një mënyrë ndryshe, nuk funksionon në mënyrën siç funksionojnë tek personat të cilët nuk kanë asnjë lloj neurodivergjence. Dhe po, është e vërtet kjo pjesë që ato ndjehen paksa të vetmuara në shkollë, sepse fatkeqësisht moshatarët e tyre nuk e kuptojnë botën e tyre dhe është edhe drejt kështu se nuk është unë jam pro asaj që asnjë nuk duhet ndryshoj veten për t'i pëlqyer të tjerëve. Ashtu siç nuk duhet që fëmia im të ndryshojë veten për t'i pëlqyer shoqeve, as shoqet e tyre, as shoqet e saj nuk duhet ta ndryshojnë veten që t'i pëlqejnë asaj ose i përshtaten asaj. Kështu që ajo do ta gjejë veten e vet diku tjetër, ashtu siç e ka gjetë. Absolutisht. Shiko, ai small talk-u që i thon anglisht, ajo biseda e vogël, ajo si është koha sosa të bukura kpucët e këto. E ke parasysh atë biseda e vogël që ti hap në fillim me njerëzit, e pe atë gocën ç'a ndodhi ose është lyer muri blu. Besoj që edhe goca jote ka të vështirë ta ketë se vajza ime ka shumë vështirë të bëj të hyrjen e small talk-ut. Ajo ka dëshirë të flas, realisht të bisedojë. Këtë gjë vështirësi në shkollë. Me moshatarët e vet nuk e ka të lehtë, domethënë nuk i pëlqen ta bëj këtë. Me më të rriturit po. Sepse ndjet më sigurt, ndjet më rritur. Dhe përveç kësaj ka dha pjesën që përveç se small talk-ut tash e ka humbur totalisht interesin dhe nuk do që të socializoj më me shokët e shoqit e klasës vet, sepse i konsiderojnë gjithë, siç thot ajo, lobotomizati, domethënë që nuk arrin për atë, është aq e thjesht të konceptosh të marrësh për bazë një koncept shumë të thjesht mbi politikën, mbi jetën, mbi gjithçka, dhe për ato është e vështirë dhe kjo nuk arrin të ta pranojë këtë gjë që i duhet futet shumë thellë t'ju shpjegoj dhe shpjegoj vetveten dhe shpesh herë keq kuptohet, kështu që ka heq dorë. Megjithatë, ka gjetë veten nëpër ambiente të tjera, ka kalu shumë kohë duke menduar se është e gabuar, duke menduar se nuk është okay kështu, se duhet përshtatet, por nuk arriti ta bëja gjë dhe e kuptoi që nuk është as e drejtë ta bëj. Edhe ka dalë në përfundimin që duhet ndryshoj ambient, duhet ndryshoj vend, domethënë ajo është perfekte në një vend tjetër, po s'është mirë këtu kur, sepse në klasë fëmijët kanë nivele të ndryshme, interesa të ndryshme. Po. Vajzës time i pëlqen të flas për Mozartin, për muzikën klasike, i pëlqen të flas për politikën, i pëlqen të flas për shumë aspekte të ndryshme të cilëve atyre nuk i intereson, atyre intereson muzika italiane që për të është muzikë trash. Kështu që janë shumë aspekte që as ajo nuk arrin dot të bëj, të thot, okay, po heq dorën nga diçka nga vetja për hir të socializimit, e ka provu, po nuk është e mundur. Si kalon ajo ditën e saj? Dita e saj është shumë e zënë, faktikisht, sepse bën dhe shumë aktivitete, kryesisht artistike. Kryesisht mëngjes shkon në shkollë, pastaj kur mbaron shkollën, pasdite kanë atë pauzë pushimin e drekës, pastaj kanë pasdite gjithë aktivitetet dhe ajo 5 ditë në javë bën aktivitete. Një ditë në javë bën piano, një ditë në javë kursin e pianos, 2 ditë në javë ka kursin e kanto, sepse ajo është pjesë
e korit të fëmijëve të teatrit të komunës Mos Modenës. Edhe për shembull këtë periudhë ka qenë shumë e ngarkuar sepse kanë nxjerrë në skenë operën Carmen, ose për shembull bën dansa, pra ka aktivitete, çdo ditë ka aktivitete dhe faktikisht më përpara kur ka hyrë 8 vjeçare nuk kishte ka shumë aktivitete se nuk më pëlqente ti ngarkoja shumë, por dola në përfundimin që nëse unë nuk i ngarkoj dhe nuk i jap detyra për të bërë ose nuk e nxis se s'është se ja punë, po nuk e ftoj që të bëj gjëra. Ajo do bi kështu në gjumë, nuk bën asgjë. Ka nevojë për stimul shumë të fortë. Kur në detyrë për shembull e ka të lehtë edhe në shkollë, kur e ka të lehtë, për shembull me anglisht është perfekt edhe e ka shumë të lehtë edhe nuk e bën 4 ditë para detyrën, po e le për sekond fundit, që të jetë më sfidante, më sfiduese detyra. Ka ngarkesë, ky është viti i fundit që myll 8 vjeçare. Dhe vitin tjetër do shkoj në shkollë të mesme dhe do filloj shkollën e muzikës, e ka zgjedhur si përfundim dhe provimin dhe është shumë e lumtur se thotë do shkoj në një ambient ku do të kem 28 vjet të tjerë që janë si unë. Te ka dhuntina nga muzika? Realisht ka jashtëzakonisht shumë aftësi për gjithçka. Muzikën unë në një farë mënyrë e detyrova në vit të parë që në klasë që i bi klasa 6, që të futej në një kurs që organizonte shkolla, që ishte një kurs vjetor, që nuk kushton edhe shumë dhe I tha shiko ti do fusesh të bësh një instrument. Pse? Sepse unë du që të zhvillohet ajo pjesë e trurit që ndryshe nuk do të zhvillohej kurrë, që zhvillohet kur mëson një instrument. Dhe ajo tha okay, po futem. Dhe 2 vite ajo nuk ka bërë praktikisht asgjë, nuk kishte as spintën, shtyrjen për të bërë asgjë. Atëherë I tha shiko, se ti ndjen se nuk e bën dot, nuk është problem, mund të heqësh dorë. Ajo tha, unë ndjej që e bëj thjesht nuk më duket shumë sfiduese. Ne filluam me atë rrugtimin për të kuptuar nëse, domethënë bashkë me mësueset dhe me psikologën e shkollës, filluam të rrugtimin për të kuptuar nëse ka ndonjë neurodivergjencë dhe doli që vajza ime kur justifikoi që nuk bëj dot, nuk dhash maksimumin tim, realisht nuk ka dhënë maksimumin, s'ka dhënë fare, thjesht s'është impenju, sepse e ka pamundur, ajo mjafton që të rinë klasë dhe të dëgjoj. E diçka një 6 e merr kështu, vetëm të jetë në klasë. Edhe aty kuptoj që asaj I pëlqen muzika, I pëlqen gjitha dhe u impenju një vit. Edhe fitoj shkollën, doli e dyta, domethënë në rang, në rreth, tamam në Modena, por ka prirje edhe për gjyte huja, ka prirje për gjithçka që impenjohet. Ka prirje shumë për politikë. Është shumë mjafton që të interesojë diçka dhe ajo futet edhe lexon domethënë me rënjë, ja nxjerr rënjët asaj gjë që I intereson, por është shumë përzgjedhëse. Ka shumë aktivitete në jetën e vet tani, kështu që pjesa më e madhe e ditës është aktivitet, pastaj tetorja në gjumë. Tek pjesa tjetër kur flet me ty, kur është me ty, si reagon ajo ndaj faktit që nuk e kuptojnë, nuk ka shoqe apo ç'a bën ajo? Si e përballon këtë gjë në pjesën e shoqërisë, sepse është e rëndësishme për këtë moshë. E vun shumë faktin që nuk ka shoqe në klasë dhe ndihet e vetmuar në klasë, por jashtë klasë ka shumë shoqe sepse fal ndihmës mësuesve dhe psikologes ne vendosim bëjmë një plan se si do ta zgjidhim këtë problemin e saj që nuk kishte shoqëri dhe e vendosim që do të shkonim në ambiente, në kurse ku ajo ta gjente vetveten, kryesisht kurse artistike me që I pëlqenin, edhe në kurse ka shumë shoqe, është shumë e popullore, e pëlqejnë gjitha. Kurse në klasë nuk ka sepse ka pak. Domethënë tani në fund ka bën ja 2 shoqe, po nuk I ka sjell asnjëherë në shtëpi, nuk është se janë shumë shoqe. Thjesht ajo mezi pret që ta marroj këtë pjesë. Ka shoqe që shoqëria përfundon aty gjatë kursit apo ka shoqe që I merr me vete, festojnë ditëlindjen e njëra tjetrës, shkojnë kinema bashkë? Tash ka filluar bëjnë aktivitete, dalin në fundjavë, po kanë filluar dalin edhe jashtë, domethënë dalin bëjnë një xhiro, shkojnë te pasqyria vetë preferuar me hëngër një akullora. Një herë në javë kërkojnë që të dalin me shoqet e veta. Ajo mezi pret që shkoj vitin tjetër në shkollë. I them shiko, mund përballesh përsëri me atë problemin që nuk ke shoqe, nuk gjen dot shoqe, po mos u dëshpëro se vlera jote ngelet ajo që është, pavarësisht se secili ka drejt gjej personin që me të cilin ndjet mirë. Florida, kur dëgjom për vajzën tënde, sidomos tani thua, po pse duhet telefononte Florida për sfidat me adoleshentët? Vajza vet është në kurse, është e rëdhjeta se neve të paktën shohim dhe ca gjëra të tilla. Një adoleshent të shëndetshëm e fusim në duhet të plotësojë disa gjëra, ca kritere. Dhe një kritere është që është e rëdhjeta, pastaj që shkon në kurse, pastaj që është I dëgjueshëm me prindrit, pastaj që ka qef shkollën, pastaj që nuk ka shoqëri atje, po ka disa shoqëri. Pra të gjitha këto pikat I plotson goca jote. Pse morën telefon ti? Jam kurioze.
Pse kërkove të flasësh për sfidat? Fakti që sot, pas 3 vitesh, se kemi 3 vite që bëjmë të udhëtim, ku kanë fillu problemet e saj me socializimin, fakti që unë flas për këto është se ne kemi bërë një punë shumë intensive, që ajo të arrijë në këtë pikë është, por nuk ka qenë kështu që nga viti e para dhe e dyta, ashtu siç për një nën mund të jetë shumë stresuese, e shqetësuese apo prekupuese, domethënë që fëmia vet do vetëm dalë, nuk do studioj, ashtu është edhe për mua që fëmia im nuk do të dalë, sepse ka tendencë që të bie jo në depresion, po të bie në një heshtje që nuk ka dëshirë të dalë, nuk ka dëshirë të jetojë, nuk ka dëshirë të bëj asnjë gjë jashtë, mblidhet, ka probleme me vetbesimin, shpeshherë, edhe pse unë punoj jashtë mase shumë, ka fillu të ketë një imazh gabum për trupin e vet, domethënë ndihet që nuk është në formë fizike si duhet, ndjehet sikur nuk pranohet nga të tjerët. Dhe këto janë po shqetësuese për mua në kohën që po vjen sot, për mua janë shumë shqetësuese, pavarësisht se fëmia ime është shumë i mirë në shkollë apo studion apo di shumë mirë anglishtën. Okej, po socializim, po grupi që do bëhet nesër pas nesër kur a do ketë aftësi të punojë në grup ajo nesër pas nesër, do të ketë aftësi leadershipi. Për mua janë shumë të rëndësishme. Unë nuk do të shoh fëmin tim që mbyllet brenda dhe mbyllet aty në dhomën e vet edhe nuk del. Unë dua që ajo të ketë dëshirë të jetojë, ketë dëshirë të socializojë dhe nuk ka një mënyrë tjetër për të jetuar sesa duke jetuar gjërat edhe duke dalë me shoqë dhe duke kriju eksperjenca. Kështu që për mua është po shqetësuese sa është për nëna që nuk kanë të probleme, po kanë tjera. Po e mendoja dhe në fakt do e falenderoj shumë Floridën që ka zgjedhur të vit në flas për këtë, pavarësisht se numri fëmijëve që kanë një çështje të ngjashme janë të pakët, por do të them që vajza nuk është se ka sfidë vetëm sociale me pjesën e shoqeve, me bashkëmoshatarët, por e ka edhe me shkollën. Është një fëmijë që ka të nevojshme stimulimin shumë më të lartë se fëmijët e tjerë. Dhe për fatin e keq, shkolla nuk ka një sistem. Po, por shkolla e përgjithshme nuk ka një sistem që t'i akomodoj lehtësisht në strukturat e tyre që këta të marrin atë ushqimin e stimulit, mjaftueshëm që të jenë të kënaqur edhe të nxitet më tej pjesa e zhvillimit të tyre. Pra është një sfidë. Pastaj, vërtet ajo mund duket sikur e ka kaluar pjesën e miratimit dhe të gjetjes së shoqeve në përkurse, por sidoqoftë përjashtimi kalon gjurmë tek ajo. Ai përjashtim ai që për atë kohë që ka zgjatur ose që është akoma në ato ambiente, lë gjurmë tek një fëmijë, sepse ajo thotë unë për një kohë po mundohesha të përshtatesha me grupin shoqëror, por kjo përshtatje do thotë mohosh veten. Dhe me kalimin e kohës ajo mund ta ketë kompensuar duke gjetur shoqëri tjetër, por i bëri një pyetje shumë të mirë që do e bëja dhëmë në fakt, nëse ka këto shoqe që ajo ka zgjedhur atje janë edhe në jetën e saj private, jo vetëm për aq kohë sa mbaron kursi, sepse fëmijët të tillë kanë nevojë shumë të madhe për afrimitet edhe pranim më të thellë se sa vetë qëndrimi në kurse për kohën që performojnë. Dhe nisur nga fjala performojnë, këtu do ta kaloja çështjen tjetër sepse nga gjithë këto aktivitete, gjithë këto angazhime që ajo ka, mund të bëjë nxitje në një fëmijë performues, jo një fëmijë që jeton. Jo një fëmijë që edhe pranon gjërat të cilat nuk shkojnë dhe të mos e shikojë si humbje, edhe si dështime, vetëm faktin që ka pasur një moment të tillë mospranimi nga ana sociale, ti preke pjesën e vetbesimit. Pra janë çështje që qëndrojnë me të drejtin nxjerrë në pa dhe më vjen mirë që ke këtë vetdije të lartë të shtuar për fëmijën tënd, sepse mund ta ndihmoj edhe më shumë. Unë të propozoja shumë që ajo të kishte një figurë në jetën e saj, qoftë edhe një mentor, se ndoshta bashkëmoshatar që ta stimuloj aq shumë. Atë nuk ka, por ndoshta mund të jetë në zbulim të një personi që ta ketë si një shtyllë të rëndësishme për afrimitet edhe për besim. Aktualisht, personi që ajo ndjen më të afërt dhe tek i cili beson më shumë edhe që është jashtëzakonisht shumë e lidhur dhe e merr si shembull jam unë, sepse unë jam shumë e lidhur me vajzën edhe mirë apo keq kam edhe atë eksperiencë në jetën time që gjithsesi jemi të lidhur po ajo e kupton edhe mënyrën se si kam prindëruar deri tash, ajo e kupton që nuk jam lloj prindit si thua që e imponon gjërat apo unë kam qenë shumë me hapur, por jo më kot, nuk them, unë i kam dhënë edhe mundësinë që të ndjek atë udhëtimin e saj me psikologen, dhe ajo sa herë ka nevojë, domethënë shkon dhe e takon dhe psikologun, faktikisht ka gjetur në një farë mënyrë mentor edhe tek
mësuesit të cilët janë shumë të muzikës, pianos ose të muzikës gjejnë një mënyrë, pra ajo është një fëmijë që tek të rriturit e gjen atë frymëzimin dhe ndihet shumë e pranuar dhe shumë e kuptuar. Problemin e ka tek fëmijët. Megjithatë, jo më larg se para 2 ditësh kishim këtë problemin tash që ka provimet në fund vitit, edhe që ndihet shumë e stresuar dhe i vjen keq që për shkak se nuk ka një mbivendosje oraresh, nuk arrin të bëj disa performime të cilat duhet i bënte në piano dhe në muzikë, dhe i kam thënë nuk është problem. Shiko, do zgjedhin diçka, pra nuk është se ne ja imponojmë që ajo të jetë performuese. Ne duam që ajo ta shijojë gjithçka, çdo gjë që bën ta shijojë. Por nganjëherë duhet të japim një drejtim, sepse nganjëherë ajo nuk e din se çfarë don. Me punën e përditshme që bëjmë nuk është keq, do të thënë kemi përmirësuar shumë aspekte, por duhet mbahet gjithkohës në stimul. Një herë që ta lëshosh dorën mos t'i japësh stimujt vazhdueshëm, ajo mbyllet e tillë te dhoma dhe rrin dhomë vetë dhe rrin telefon, kompjuter dhe ky është rreziku më i madh që ti ndodhesh përballë fëmijës tënd sot, domethënë që fëmia nuk arrin dot të qëndrojë pa stimuluar. Po, ajo është e vërtetë. Në një farë mënyrë duhet stimulu, domethënë unë do doja që unë sot po punoj mbi një tjetër objektiv me të, që ti nxjis sa më shumë pavarësinë, që ajo të ketë vetë dëshirën për të bërë disa gjëra, ti kërkoj. Dhe nga një herë i kërkon, por akoma nuk kemi në atë fazën e duhur, domethënë ajo të ketë nxitjen brenda vetes që shiko, sot kanë dëshirë të planifikoj. Ja, po mësojmë që të bëjmë agjendën, të planifikoj që në agjendën e saj të fusë edhe daljet, edhe shëtitjet, edhe nëse ka dëshirë shkoj të shoh një vend të ri. Unë duhet që të bëhet autonome në menaxhimin e vetes vet, të emocioneve të veta, edhe të objektivave që ka dëshirë të arrijë. Do thua që nuk e shijon vetmin në sensin që edhe të qëndroj thjesht shikoj muret edhe të fantazoj. Ajo e shijon, përkundër, je ka të nevojshme, ajo e ndjen nevojshme që të ri në atë botën e vet, të bëj vizatimet, pikturoj, por Florida këtë pjesën që the nuk mund ta lë të pastimuluar. Pra do vazhdimisht aktivitete. Gjatë vitit po, sepse ajo është e gatshme që ka kalu gjithë verën duke nejtë në dhomë vetë, nuk jam pro kësaj. Pastaj vjen dhe zbret dhe ankohet. Pastaj zbret dhe stresohet, sepse rri online edhe shikon tema dhe fillon e hap muhabete mbi diçka që nuk ka lidhje fare. Herën tjetër po më thoshte unë jam e shqetësuar për sistemin shkollor në Rusi. Pse mami? Sepse ato i kanë mësuar me propagandë. Është i shqetësuar për luftën, është i shqetësuar për politikat e Trump. Ajo nuk ka një darkë që nuk ulet në tavolinë kur hall dhe do të flas për politikat e Trump, sepse është i shqetësuar për këtë pjesë. Unë e vlerësoj faktin që ajo edhe e dëgjojmë, por nga një herë i them, shiko, kjo nuk është nën kontrollin tënd. Ti duhet përpiqesh që të kontrollosh atë që ke ti mundësi. Jo të zemërohesh, bësh me nervat, zihesh me njerëzit online, sepse e mendojnë ndryshe nga ti. Pranoj dhe mendimin ndrysh. A ka TikTok goca? Jo, nuk ka rrjete sociale, nuk i lejojmë që edhe i respekton, nuk ka rrjete sociale. Po nga i kyet e Trumpit, ku e ndje këtë për të Trumpit? Lexon në YouTube, lexon video, shikon video dhe lexon komentet në YouTube. YouTube-in e përdor dhe përdor YouTube-in dhe WhatsApp-in faktikisht. Lexon lajmet, ajo është gjatë gjithë kohës që të lexoj lajme vazhdimisht. Nuk ka një ditë që ne mos bisedojmë për këto aspekte të ndryshme të jetës së saj, qoftë për socializimin, qoftë për politikën, qoftë për gjithçka. Dhe le të themi që të jesh mami i saj është si të bësh një punë me kohë të pjesme, më thënë një 20 orë në javë, sepse duhet informohesh. Ajo ka një temë që do ta diskutoj dhe vjen edhe ta thotë aty, dhe ti do ta ndjekësh, se ndryshe duhet të informohesh, ngelesh gjithë vazhdimisht të informuar me terma të reja, me tema të reja, me botën e showbiz, me gjithçka që i vjen nëpërmend, unë informohem, sepse duhet që të jem prezente me të vërtetë, me mendjen aty. Kjo lloj fëmie është shumë po e them kështu se drejt për drejt, shumë e mërzitshme për moshën e vet. Sa duhet gjej njëri tjetrin. Po flas me fëmijët e tjerë absolutisht po. Po të ishte me gocën time të madhe, ajo do ziheshin të dyja për Trumpin. Goca ime qan, pse përdorun artificial intelligence, se po shkatroj oqeanet. Dhe sa herë që më shef Eksaktësisht dhe vajza ime. E di çfarë ndodhe me këto fëmijë tash, okay, ka këto emra neurodivergent e tjerë. Po, neve kemi pasur në shkollë, në klasë, për shumë mbaj mend në klasë 6, sa harroj kur kam qenë në plazh në Pogradec, dhe kam kaluar 4 orë duke u zënë për historinë me i çun. Nuk e di ku është ai tani, e dija që u bëm mjek ca kohë, por neve ishim në klasë të 4 të 2 dhe 4 orë neve ziheshim vetëm për fakte historike. Po atëherë nuk ishte
të dhëna të tilla neurodivergent. Atëherë ti ngriheshe dhe lartësoheshe që dije dhe kishe dije që 1 vjeç, tash është një gjë tjetër, por për fëmijë kurioz, ta ke problem tani se ka një dyndje shumë të madhe informacioni, ka dyndje plus reagime. Kështu që edhe reagimet e tyre nuk janë të vërteta, se janë plus që janë reagime fëmijësh, ndërkohë janë dhe reagime mbi reagimet e tjera. Dhe ti merr një stance, merr një qëndrim patjetër, siç merr për një parti, për një gjë, merr një qëndrim kundër apo pro një reagimi, dhe pastaj rri aty se je i vogël ta logjikosh, ta mam ta për ty, po tash ka shumë, pra ne un flisja për historinë 4 orë me djalin, po ishte historia që po mësonim në shkollë dhe pastaj kishim orën e lojës, kishim kurse tash është ngarkesa shumë e madhe. Unë nuk do flisja edhe për atë dhe për Sudanin edhe për AI-n edhe për nuk kishim dhe kaq shumë. Domethënë kishim për një libër që lexonim, një gjë. Pra këto njerëz që kanë folur, që në klasë të 3 dhe të 4, ka qenë gjithmonë. Këto quheshin studentë të dalluar, ishin ata çunat që ishin të shëmtuar dhe u bën yje pastaj dhe milionera, goca që dukeshin të çuditshme dhe i ngacmonin, i tallnin, i bullizonin në klasë, ose që ishin më të shëndosha dhe ato u bën inxhiniere, docente, punojnë në NASA. Domethënë ardhmja e saj është e shkëlqyer, por në këtë fazë dhe jam dakord me ty për pjesën e performancës, kur ka shumë ngarkesa. Kur ka shumë ngarkesa, ajo shumë informacion, shumë ngarkesë dhe është ai momenti që them unë kur dal nga liçeni që unë sa që dal nga liçeni, Florida, vë kufjet. Dhe nëse nuk dëgjoj një podcast ku të mësoj diçka, do dëgjoj një këngë. Dhe kënga duhet të jetë patjetër një këngë që të më qetësoj. Dhe nëse nuk është këngë që më qetëson, do të jetë një lloj meditimi. Nëse unë ec zbathur, do të jetë një meditim për ecje zbathur. Në një moment unë papritur u përplasa duke dëgjuar shumë gjëra të një njeri që thoshte mos dëgjoni gjë thjesht cicërimat e zogjve. Pra është ai momenti i cicërimave të zogjve, që unë fillova ta bëj dhe thash, "Ua, si rri unë pa kufje, si rri unë pa informacion te liçeni." But that's a very important moment edhe për fëmijën tënd, është një moment shumë i rëndësishëm, është bari dhe cicërimat e zogjve, që e përkthe si të duash, qoftë në natyrë, qoftë në një lloj relaksit, ajo që ti thua që ndoshta edhe zgjedhjet e veta. Se unë në informacion kam gocën e madhe të tillë, kurse në pjesën tjetër të shoqërimit dhe të vetmisë kam të voglën, që edhe ajo është rreshter i mirë, ushtar shumë i mirë, ndryshe nga e madhi. Atë e çon ku të duash. E çoj 3 herë palestër, unë të dobësoj, shkon 4 herë, 5 herë. Nuk ka di rezultat shumë të madh. Shkon. E fusun shkon aktrim shkolla e bën ajo po të duash. Po të duash, atë thua është fëmia më i mirë për një prind që ka. Por është ai momenti i cicërimave që unë e kam kuptuar, e kuptova vetë tek ai udhimi i mëngjesit, edhe ndoshta edhe për gocën tënde, ndoshta vlen dhe ajo gjëja. Unë përpiqem ta nxjis të jap këto pauzat, sepse ka raste për shembull që ka kaluar një periudhë që ka qenë shumë intensive, për shembull të shkosh 4 orë në opera dhe ta dëgjosh, unë kam shkuar dhe kam gjuajtur 3 orë gjys. Unë pëlqen, po në përgjithësisht është shumë e bezdishme për të gjithë. Ajo ka marrë pjesë është në staf dhe është bërë 2 herë në javë dhe është bërë për 3 javë rresht. Dhe e kuptoj, dhe ka qenë shumë stresuese dhe provat e gjitha dhe këta njëri them, shiko mami, me që ke kalu këtë fazën shumë intensive, ke dhënë jashtëzakonisht shumë, ke bë orare që mund t'i bëj një rritur, nesër mos shkon në shkollë dhe mos bëj asnjë nga aktivitetet. Dhe në një farë mënyrë ja jap atë lejen dhe ajo thotë me të vërtetë, sepse shumë unë jam një prind që i them, i kam mësuar të 2 fëmijët që shiko, ju i keni marrë përsipër, do ta bëni dhe do ta çojë deri në fund. Po një herë edhe unë e kuptoj që shiko, ajo ka nevojë pak pauzë, ka nevojë për një çlirim. Dhe i them, shko në domën tënde dhe pusho. Bëj çfarë dush ti, vetëm pusho. Dhe pushime si sillet ajo? Shkoni me pushime ju? Po, vim gjithmonë në Shqipëri. Në përgjithësi pëlqen që të rritë nana, edhe basta, vetëm me kushrit ndonjëherë dhe nuk do për çef, kishte për të nuk do donte të dilte. Do vetëm të rritë botën e vet, domethënë. Me ne prindrit e saj i pëlqen që të bëj biseda edhe filozofike, por me të afërmit, kur e shikojnë që nuk e kuptojnë ose fillojnë japin për shembull këshilla jete, mos ha, shëndoshu, dobësohu, rri drejt, mos rri, këto nuk i toleron dot fare dhe largohet totalisht. Ka të drejta aty tash se ajo do kuptimin e gjithçka, ajo kërkon, nuk do urdhra. Urdhrat këtu s'kan kuptim, nuk i jep tot kuptim, ai thotë kështu është edhe ta fëmijë nuk e përballon dot të gjë. Po në det, a futet në det, a shkon në Disney, në gjëra të tilla argëtohet.
në lojra në Jo, vetëm po e nxitemi çik kështu. Futet, po jo, nuk ka atë iniciativën e madhe që të shkojmë me zi pres që të shkoj, jo. Do t'i gjej ajo njerëzit, do t'i gjej njerëzit e vet. Dhe në këtu do dilja tek pjesa e gjetjes së njerëzve që në fakt duket se ka në thelbin e vet, pra është në kërkim të këtyre njerëzve, është nëpër komentet e YouTube-it, është nëpër këto kurse që shkon, pra e ka atë qëllimin e vërtet nga aktivitetet që bën. Tani do të kuptojmë pak edhe natyrën e fëmijës. Është një fëmijë që funksionon me energji dhe me stimul. Dhe nëse nuk gjen stimul dhe në këto aktivitetet që ne po i propozojmë, të qenit edhe me mërzitjen, të qëndruar me mërzitjen tënde, se ndonjëherë dhe aty gjen përgjigje. Ti the nuk e ka të qartë çfarë do të bëj për jetën, dhe pse po ndjek kaq shumë aktivitete. Por nëse i propozohet në një formë që asaj i pëlqen dhe e tërheq në shpjegim që ka intelektualizim të procesit, për shembull të qëndrosh me mërzitjen, të gjen kuptimin, dhe ndoshta edhe te kjo, ajo mund të fillojë ta shikoj veten e vet, ose nëse të shikon ty, nëse të ka si pikë referimi që e bën dhe të gjen për shembull në divan ulur dhe thot mami çfarë po bën, unë po qëndroj me mërzitjen time sepse këtu po kuptoj disa gjëra. Mbase mund ta stimulosh edhe përmes kësaj që ta bëj njësoj dhe ajo. Pra, një formë që i përshtatet fëmijës tënd. Personalisht i kam provu të gjitha dhe të gjitha janë okay, të gjitha shkojnë mirë, domethënë, van no bene, ja është okay që ti provoj. Unë i provoj të gjitha sipas fazës. Por nga ana tjetër unë si prindër kam edhe detyrën që ta përveç se merrem me botën e saj të brendshme dhe emocionale që për mua është shumë e rëndësishme dhe investoj shumë kohë dhe energji këtë pjesë, për mua është e rëndësishme dhe të mësoj nevojat bazë, edhe të mësoj se si të jetoj, si të mbijetoj, të mësoj edhe si të ecë në rrugë, kështu që unë du ta frymëzoj dhe realisht kur shikoj që ka një pasion ose diçka, unë e bëj diçka për ta frymëzuar, për ta ndihmuar që ajo ta kuptoj, i pëlqen apo si pëlqen. Por pastaj është koha që do ta ndihmoj që të përzgjedh. Unë nuk jam e shqetësuar se ajo nuk do gjej veten e vet në botë, se do ta gjej, se absolutisht ka gjitha mjetet e brendshme dhe të jashtme për ta realizuar. Unë jam e shqetësuar që ajo të arrit të nxjerrë potencialin e vet. Pikërisht. Në maksimumin e saj. Një tjetër aspekt i këtyre mendjeve geniale, të cilat gjithmonë gjejnë zgjidhje geniale, por për gjërat praktike humbasin sepse ju duken të parëndësishme për të ndalur dhe për të menduar për to. Kështu që ti më pëlqen shumë që riktheve kësaj, që do ta ulësh pak edhe në jetën e përditshme, jo vetëm në botën e ideve. Po them që në universitet është ndryshon jeta në universitet. Për sa i përket universitetit, vajza ime ka 5 vjet shkollë do të vinë dhe është duke planifikuar në cilin universitet do shkojë. Ndoshta nuk do shkojë në atë universitet, se normalisht do ndryshoj ide dhe ka ndryshuar ide. Por unë si mami kisha mundësinë që ta frymëzoj dhe i thash, ajo donte të shkonte në Universitetin e Arteve dhe Muzikës në Vjenë. Dhe ne bëm një udhtim unë dhe ajo, me që e kemi vendosur ta bëjmë kështu si tradit, bëm një udhtim unë dhe ajo dhe i thash, shiko, do bëjmë diçka, do bëj një surprizë. Çfarë surprize e mora dhe shkum te universiteti dhe u futëm brenda shkum. Nuk arritëm të bëjmë një tur, por ama shkum dhe e prekëm dhe e pau dhe ajo ishte shumë e lumtur dhe ndje, domethënë, ju duk një realitet i prekshëm, sepse sot i duket e pamundur që shkoj, sepse ka një numër të limituar, ka do shumë punë, nuk ndjet, por kjo gjë ka frymëzuar shumë dhe ndjet aq i lumtur që ka zgjedhur bëj këtë shkollë, sepse është, le të themi, një objektiv. A do ndryshojë mendim? Absolutisht po, le ta ndryshojë, s'është problem, por unë dua që ajo, nëse ka mundësi ta frymëzoj, do ta bëj gjithmonë. Ajo ka dhunti, Zoti ka dhënë një dhuratë shumë të madhe. Ajo dhurata është e vështirë do ta kalosh fëmirin tash me dhuratë. Një dhuratë shumë e madhe, se nuk është treçereku njerëzve, pjesa më e madhe e njerëzve do ti janë njerëz të thjeshtë që kanë ardhur në këtë botë dhe i rrin brenda një sistemi dhe nuk i thyen ato. Me zgjedhja pas zgjedhjeve të tyre nuk i thyen, ashtu janë, gjithsa duhet të jenë këto, ky është trendi, kjo është gjëja, këtë duhet të dim, kaq duhet të dim. Ajo kërkon më shumë, domethënë ajo kërkon të di më shumë, kërkon të kuptoj më shumë për botën, është një pjesë e madhe e njerëzve se di se çfarë ndodh jashtë modenas. Absolutisht e ka rrugtimin, nuk e ka të lehtë. Rrugtimin, por ky rrugtim do bëhet gjithmonë më i lehtë, sepse ka edhe shumë njerëz si ajo, sepse këto janë njerëz që kanë ndryshuar botën zemra në formën e tyre. Unë dua që ajo të rritet me idenë që është vetvetja, ngelet vetvetja dhe mos ndryshoj veten e vet për askërkënd. Që vetja vet duhet përmirësohet absolutisht, po, vazhdimisht, gjithë kohës, gjithë jetës. Unë shpeshherë i them që shiko, mami, prit dhe pak, ki durim dhe pak, se një ditë do ta kuptosh se sa shumë njeri me vlerë jetë. Po,
sot, si adoleshente që është, për atë është rëndësishme kur shikon shoqen që i thot shiko se ti je shëndosh, ose shiko se ti ke pak kile më shumë, o shiko se nuk e ke gjetë akoma kreshin e parë, asnjë njeri nuk të pëlqen, si me thënë, këto gjëra. Ajo e kupton logjikisht që kjo s'ka kuptim, por nga ana tjetër është vazhdon të ngjelet një adoleshente se do jetoj edhe në sfida që i kanë gjithë adoleshentët, pak me konfliktet e tilla. Në mbyllje, Florida, te kjo e fundi që the për vajzën që i thonë që është e shëndosh dhe që ti çfarë i thua ti, edhe unë i them të njëjtat gjëra gocësime të vogël që mos ki merak, duaje veten, nuk ka problem. Por unë jam ajo që qohem që në 5 të mëngjesit dhe bëj 2 orë palestër në ditë. Unë jam ajo që i them trupit tim që s'jam e lumtur me trupin, s'kam arritur, ose tash u peshova, u shëndosha, sa kam grënë. Dhe këtë e kam bërë, sa janë kalamajt e mi, 15-16 vjetë resht every fucking day. Kjo s'është për ty, se ndoshta ti se bëm, por është për shumë prindër, neve ne themi po e bëm detyrën tonë, ne ja themi, duash veten. Janë mamat depresion shumë të madh për pamjet fizike. Dhe detyrimisht edhe ato vetë reflektojnë, edhe kur janë dhe kur s'janë në formë, marrin shumë gjëra dhe nga sjellja jonë. Kështu që jemi çdo ditë është sforco. Jo për ato që themi, për ato që nuk themi, sepse ajo është shumë e rëndësishme, ato që ne përfaqësojmë. Unë përfaqësoj përpjekjen time për të qenë perfekte, dhe kjo sa frymëzon dhe dëmton kalamajt e mi. Kjo është për shembull përgjigjja e jetës time dhe çdo prind duhet kuptoj dhe ato të jetës së vet. Edhe kërkesat tona, mungesat tona janë komplet reflektim se çfarë bëjmë ne me vetes, edhe ne kemi fajona dhe ne rritemi bashkë me ta. Unë përpiqem shumë që t'ja kuptoj që sa e rëndësishme është pavarësia e saj, të ketë kurajën bëj zgjedhje në jetë. Personalisht përpiqem ta jap shembull, por jo gjithmonë mund. Shiko, Florida, se ne e zbërthejmë gjën e diskutojmë dhe shohim të gjitha anët e gjës e historisë, por ti realisht marrë sa kuptuam edhe unë dhe Jona besoj është dakord që ti je një nën jashtëzakonisht e përkushtuar dhe duhet të jesh krenare për veten fillimisht. Duhet të jesh krenare për veten sepse nuk është vetëm përkushtimi të rish nga mbrapa si themi ne me lugë në gojë, por është edhe ta dëgjosh edhe të rritesh me të, që është shumë e rëndësishme dhe të mësosh edhe prej dhuntisë së saj. Ajo është një vajzë me dhunti, që thash Zoti i ka bërë një dhuratë të jashtëzakonshme, të cilën ajo po e shfrytëzon, po merr, po thith informacionin, padyshim pa filtruar, sepse s'ka as moshën ta filtroj tamam. Do ta filtroj një ditë, do gjejan e vet. Rruga nuk është e lehtë, por kur ti jep diçka, pjesa tjetër është gjithmonë një sakrificë ndaj një dhuntie. Domethënë është si sportistët, edhe Ronaldo ka një sakrificë, nuk ka asnjë lloj jete tjetër përveç sportit. Të gjithë kanë një lloj sakrifice kur kanë një dhunti të madhe në jetë, kështu që edhe ka atë sakrificën e vet që rrugës do gjej balancën. Gjithsesi, bravo të qoftë dhe ishte një leksion edhe për nënat të tjera, për mënyrën se si përballes se si çdo ditë je mësuesja e saj besoj unë më e mira, që çdo ditë punon me të. Falenderoj shumë. Unë e kam marrë shumë përsipër me shumë përgjegjësi këtë pjesë dhe përpiqem që të ngelen gjithmonë e informuar dhe kur ndjej që nuk ja dal dot dhe nuk jam një person i duhur, e drejtoj tek persona të cilët mund ta bëjnë më mirë këtë pjesë. Po edhe ajo e ndjen absolutisht. Absolutisht. Edhe ajo gocë ndjen dhe do ta kthej. Faleminderit. Bëhet për veten dhe unë jam super e kënaqur. Në mundi im shpërblet. Patjetër. Faleminderit shumë Florida. Faleminderit Dalina. Kur pyet prindërit për frikat më të mëdha që kanë për fëmijët e tyre adoleshent, në fakt është një frikë klasike që mos më marrë fëmia rrugën e keqe. Kështu quhej, që do thotë cigaria, droga, shoqëria e keqe, sherret, kryesisht për meshkujt, po tashmë edhe për vajzat, siç kemi parë shumë video që qarkullojnë në internet. Pra këto janë ato frikrat e një rebelimi që mund të shkaktojë dëme të mëdha më pas. Pasoja që janë nga pasoja fizike, të në pasoja si shtatzani të hershme. Tashmë shëndeti mendor ka bërë punë vet, mendojmë dhe këto, por klasike është kjo. Dhe historia e Lirës, e cila është anonim, të jenë në telefonat tani, është një histori klasike. Jetoni në Tiranë, është e divorcuar dhe vajza e vet për një farë kohë, si thua, rebeloi, filloi cigaren, pati sherre me shoqet, por në fund është një histori suksesi, mendoj unë. Neve do ta kuptojmë gjithë historinë nëpërmjet Lirës. Po si fillim unë dua të pyes Lirën, Lira, është histori suksesi e jote apo thjesht ishte mendimi im ky opinion i pavarur? Është me histori vërtet suksesi në fund, sepse unë ja dola shumë mirë dhe kam arritur deri në përfundimin që vajza ime të jetë vërtet në këmbët e veta
dhe të jetë vërtet ajo vajza që unë doja të ishte. Ke 17 vjet që je mësuese. Po, 17 vjet, kam vënë mësim në klasat 9-ta kryesisht, kam vënë gjuhë letërsi. Ke kaluar në duar, domethënë me 10 adoleshentë, sepse klasa 9 është para adoleshenca. Po, dhe sot e kësaj dite më falenderojnë, më shkruajnë, më respektojnë, domethënë nga ajo edukata që unë ju kam vënë, ajo mirësia që unë ju kam përcjell brezave, por nuk arrita të edukoja. Po përballje me vajzën po ishte e vështirë. Tani e bëra punën time, por nuk arrita të arri qëllimin që kisha tek fëmia im. Po, tani le të kuptojmë pak historinë tënde. Ke një djalë, ke dhe një vajzë dhe je divorcuar. Ke 4 vjet e divorcuar. Po, dhe në moshën kur ato ishin kritike, domethënë që nis adoleshenca, unë u divorcova. Aty pata luhatjet e vajzës, si fëmijë adoleshencë pata luhatjet të mëdha. Sa vjeç ishte vajza kur u divorcuat? Vajza ishte 13. Më fal që të pyes, se edhe kjo është vlen për të kuptuar edhe për Jonën. Ishte një divorc i papritur, pra ishte një familje që i papritur në sy të fëmijëve, pra ishte një familje që kishte një harmoni, apo ishte një familje ku kishte shumë debate, sherrë dhe Ishte një familje që unë kisha vazhdimisht sherrë, bashkëshorten se kisha fare prezent për shumë vite, mbi 8 vite, nuk ishte prezent, edhe kishim vazhdimisht konflikte me pjesëtarët e tjerë të familjes. Fëmijët ishin nën presionin e pjesëtarëve të tjerë, që i dëgjonin gjitha fjalët kundrejt meje, kundrejt dy fëmijëve, domethënë kishin ato zhurmat në tru, fëmijët të vazhdueshme. E prisnin që të vitë dhe këtë ditë. Kuptoj. Tani ju jetoni në një qytet tjetër dhe ti mas divorcit erdhe në Tiranë dhe këtu filluan dhe problemet me vajzën. Sa po regjistrova thash vajzën në shkollë, normalisht vajza ime ishte ndryshe edukuar, hasi një shoqëri jo të mirë, të themi, se gjithë fëmijë nënash janë, secili edukon në mënyrën e tij, por nuk i kisha edukuar vajzën ashtu, në atë mënyrë. Në çfarë mënyre? Për çfarë mënyre ke fjalën? Vajza ime nuk përdorte fjalë ortopis, vajza ime nuk pinte duhan, vajza ime nuk kundërshtonte zyshat apo profesorët, vajza ime nuk dilte jashtë në shoqëri të bëjë gjëra që janë bërë. Vajza ime ishte komplet ndryshe nga ajo shoqëri që u përball me ta. Dhe kur filloi të jetë shenjat e para që po ndryshonte? Muaji i dytë që vajza filloi shkollën, unë erdha në Tiranë, domethënë edhe vajza filloi shkollën, filloi të japë edhe ndryshim. Më vënoj nga shkolla, edhe i shkoj vazhdimisht ku je, po vi. Jam në ca shoqë, kafe. I thash në kafe ti nëse do në kafe, mund ta pish me mamin, dalim bashkë. Momentin që erdhi në derë, e prisja të derë, ahira zilë, dola të derë. Direkt të kuptova se mbante erë. Dola nga vetja, sepse reagova pak me intonacion zëri të ndryshëm nga erët e tjera, dhe vajza po më thot, çfarë ke, ç'është ky ton zëri atë kështu, s'ke bërë ndonjëherë kështu. Edhe i thash, më trego vetë se çfarë ke përdor, çfarë ke pirë. Mam thot, ulëm me shoqe, ato të gjitha e pinin cigaren, thot edhe më dha një cigare. Qa mënyrë e kisha edukuar në klasë të 8, të mpinte cigaren, merr pak jashtë normalës. Edhe i thënë, ke pirë cigare? Po, thot, më falje kam pirë. Okej, thash, me që ti e ke pirë, s'ka problem, po dua që të premtosh këtu e tutje që s'do pish më. Por nuk ishte ashtu siç e mendova unë, sepse vajza vazhdimisht më vinte pak me vonesë, filloi cigaren ta pinte rregullisht, kishte filluar edhe ato cigaret elektronike që ja gjeja në xhepa, në çantë, në xhuk. Jo është një shoqe, jo është një shoku, justifikime të ndryshme. Po, vinte dhe me vonesë thua ti, se përveç cigares, okay, pinte atë, po ti thua që ai vinte me vonesë. Po edhe vinte edhe me vonesë në shtëpi, normal kuptoshte që rrinte diku. Kishte pasur ca shoqe, jo të nivelit të saj, jo të mira, jo të nuk s'di si ta shpjegoj, ca vajza që nuk kishin, që ajo vajza ime ti kishte shoqe. Po që ti shumë problematike sipas teje, po. Po, bënin shumë sherrë në shkollë, të stoponin dyert, dritare, xhama, e kishin bërë shkollën atje zjeshin me zysha, shkonte policia aty te shkollë, shkonin gazetarë të ndryshëm nga ky grup sherrri. Edhe këto ishin në klasë të 8 të gjitha, në klasë 8-9? Dhe 8-9 edhe ka pas edhe 2 nga klasa e 7, mos gaboj. Ishin të vogla me bërë ato gjëra madhore në shkollë. Pse mendon që vajza jote brenda 2 muajsh gjeti, si thua, shprehje, gjeti rahat te këto vajza? Mbase mendoj se ishte lodhur me stresat në familje. Do të ditën
nga ky stresi që kishte kapluar, nga kjo monotonia e ditëve, edhe mendoj që bëri diçka ndryshe, sepse normalisht edhe adoleshente dhe i ka ardhur një rrugë më e shkurtër ose më e bukur. Kjo si analizë edhe ka sens. Ti këtë analizë përveç se ke bërë me veten, ja ke reflektuar dhe vajzës? Pra si jam kurioze të di si ke qenë ti në sjellje me, okay, se i them mos pi më cigare, kjo është një gjë që ti e di që s'funksionon. Çfarë i thon? Të lutem mami, ti e shikon që unë po tërheq me shumë sakrifisa, unë jam me vetme, unë s'kam person tjetër. Ti e shikon se më shumë po tërheqin nëna dhe gjyshi, mami dhe babi më ndihmonin shumë jashtëmase. Bëje për mua, bëje për gjyshin, bëje për nënën. Jemi të vetëm. Nëse unë ty të kam krah, ti e fëmija më i madh imi. Nëse s'do të kem edhe ty, këtë do kem unë këtë botë. Pa jo të shpreh ty se çka kishte ajo vet? E ke pyetur ndonjëherë çka ka ajo vet? Nuk është e gjithmonë. Nuk doja që të më kishe lind me atë baba. Nuk doja të isha fëmija i tij, sepse unë gjithmonë bullizom se babi jot ngeli gjithë jetën burgut, babi jot gjithmonë hruve, ti rrit pa baba. Ka qenë në burg. Mami jot është divorcuar. Në qytetin e vet apo në Tiranë? Në Tiranë. Sapo e morën vesh fëmijët kur bëhet apeli në fillim të shkollës edhe kur dalin ato certifikatat që janë ato ishin marrë vesh që rrjedh nga një familje divorcuar, pas e bullizohet. Ndjej keq qante, vite mbyllë në shtëpi, pse mua më thon kështu. Po i thoj nuk jam unë vetmja ka boll. Çfarë shkolle është kjo që habite që ato divorcuar, nuk e di. Tani. Një ditë prej ditësh dëgjoj që shkolla ishte bërë një problem edhe më thirrën mua shkoj sikur vajza ime kishte thyer një derë banjo, po në fakt nuk ishte vajza ime, ishte një grup vajzash tjera që ja kishin lënë kësaj, sepse hajtë se kjo s'ka krah dhe s'do i dal kush për zot. Shkoj në mbledhje te shkolla, por ju këtu në shkollë keni kamera. Duhet të hap një kamerat edhe nuk të shkoj çka ka ndodhur. Kur hap kamerat, sepse unë bëra pak të madhe, bëra edhe punojës policie. Jo, mirë bëre, shumë mirë bëre. Tregove që do të besoj vajzën. Edhe pastaj kur dorë realiteti, jo kështu, jo ashtu, drejtoresha po u zlia si të thoja, sepse një vajzë ishte vajza e një ish zyshe që kishte qenë aty, shumë probleme, po u zgjidh. Si ndikoi kjo tek vajza jote kjo situatë? Ndikoi që u bë shumë keq, nuk flinte. Në visa vite shtëpi do dalë, thoshte do dalë. Ku shkoni, thoja, do dalë. Po ku do dalësh? Do dalë me shoqen. Pastaj kaloi ca kohë, filloi pak vajza normal. Por e pan që kjo po ndryshon, domethënë puna ime që flisja shumë me të, nëse i pëlqente diçka i thoja, të pëlqen po të shkojmë tablem ose hajde do të ikim bashkë aty ku do të je, që nuk doja t'i loj hapësirë, kishte më kontakt me shumë shoqe, më kupton? Isha gjithmonë e gatshme vetë, mund t'ia shumë gjëra pa bërë. Mund mos u shihesh edhe vetë gjatë gjithë ditës, ti rri në dispozicion. Se djalin e kisha komplet ndryshe. Tani ndodhi edhe një incident tjetër, pastaj që të detyroi ty të ikje nga Tirana. Ç'u ndodhi? Më i rënd. Ç'u ndodhi? Si e kuptuan që vajza ime po bën këto ndryshimet, edhe më shifshin që unë edhe në mëngjes të çoja vetë në shkollë dhe merja pas vite. Shoqet kishin një plan të thuash, sikur vajza ime po ngacmonte të dashurin e njërës nga vajza. Ato pinin cigara, ato mund pinin edhe gjëra tjera, pinin edhe hashash. Sa po kishin ardhur fëmijët, u kisha shtruar trezën për të ngrënë, edhe i kisha marrë vetë vajzën nga shkolla. Po ani buk aty vetëm i thirr njëra nga shoqet e ngushta, që vajza ime deri atë ditë quajti shoqet ngushtë, ma shoqe shumë shoqe. I thirri, dil pak, e i shkon telefon, dil pak, kjo më thotë mam po dal pak se po më kërkoj. Edhe ishte me rroba, shtëpia, me shaka dhe kjo del. Kur të gjojnë ca zëra, po kishin qenë 2 grupe vajzash, edhe po i thonin që ti ke ngacmuar filanin, që është i dashuri i kësaj. Kjo i thotë, kush je ti që me të vish mua nga një qytet tjetër, të marrësh ti mua të dashurin këtu. Unë atë dashur kam nga 4 vjet. Del djali para unë direkt pas djali. Kur shumë grupu i vajzave tjera po vinin. Njëra e kap pak vajzën time kësupi. Edhe e kap kësupi po ta shtyj vajzën. Edhe unë direkt vetëm ngeli, më afron kom ç'është këtu? Shan njëra, më fandon shumë rënd, edhe vajzën e shan, jo, thot, më falë për shprehen, të vitë më marrë dashurin e shoqes, pa e di çaj bën ne, i thashun qëtësoj pak se ju gjitha jeni adoleshente, a mund ma sqaroni pak si situatë?
Asnjëra nuk pranonte që ta sqaronte, por të gjitha shanin me një fjalor banal. Po, tani te ky diskutimi që ndodhi në lagje, kishte pasoja apo e ndërpreve ti situatën? E ndërpreva si situatë, ama u mora shumë me prindrit e fëmijëve të tjerë. E ndërpreva në moment, se po vërtisnin kaq shumë sa doli e gjithë lagja në këmbë, kur vajza ime ishte kryesorja aty, dhe unë ndjeva vërtet shumë keq, sepse siç ndodh në Shqipëri, derisa të sqarohet situata, merret përbazë ajo gjë që thuhet. U dashur shumë kohë që unë të sqaroj me gjithë prindrit dhe përgjigjja e 2 ose 3 prindërve ka qenë pozitive dhe e tjerëve të gjithë negative. Në ç'kuptim? Sepse asnjë nuk thonte realitetin që vajza ime është gabim që i ka ardhur vajzës tënde në lagje, por shif se vajzën tënde do e kesh gabim. Pra, ato justifikonin faktin që ato kishin ardhur për të ushtruar dhunë ndaj gocës sënde. Dhunë mbi vajzën time. Po. Sepse mund të kishte edhe fare vajza. Elira, tani mbas kësaj historie, ç'a ndodhi? Ti vendose direkt të ikësh? Edhe goca ishte shumë e gatshme që të largohej. Vetëm diçka më tha pa u përballë unë me ato që të dalë realja e vërteta, pa unë nuk largohem edhe sigur qielli dhe toka të bashkohen bashkë. Atëherë juve shkuat në shkollë dhe kjo kërkoi të ballafaqohej, që më pëlqen, që kërkon të shkojë deri në fund të drejtës vet. Kjo tregon forcë karakteri. Ky është leadership, kështu që këtu mos ja ke frikën. Për këtë, se ishte 2 raste, në rastin e parë të derës ajo këmbguli deri në fund që të derisa u gjet. Tregon edhe gjithashtu që është protagoniste aty ku është, nuk është e heshtur shumë, pra ka krijuar një zhurmë të vetën. Absolutisht nuk është e heshtur, absolutisht. Për adoleshencë do të s'është, por më vonë mund të jetë shumë interesante fakti që ajo është një vajzë që lë gjurmë, edhe të krijosh xhelozi edhe të krijosh të kesh haters, siç i quajnë brezi këtyre. Kjo ka një domethënie, në rast se ti nuk e bër gjë dhe ke haters, do të thotë që je karakteri fort. Të karakterin e fort ja ka dhënë edhe sfidat që kemi kaluar në jetë. Po, tani te kjo pjesa prandaj do të përqendrohesha më shumë. E ka rritur para kohe si fëmijë. Ajo nuk flet me tjatin e vet. Apo jo? Jo, absolutisht. Po pse? Jo. E ka lënë shumë të vogël dhe ka gjetur shumë të rritur. Pa prezencë, nuk e ka pasur kur ka pas nevojë dhe duke ja ditë historinë që ai ka, më akuzon mua pse më bëre me atë baba. Nuk dua që ta njoh për prind. Dhe sot e kësaj dite që unë bashkëjetoj me dikë, ajo më shpreh në këtë mënyrë. Bashorti i jetës time dhe burri i ardhshëm i jetës time, thotë unë dua të jetë si ky, që ke ti tani. E do partnerin tënd? Jashtëzakonisht. Super. Edhe ka një komunikim në fillim lidhjen? Shumë mirë, më kanë të 2 fëmijët, nga që e dinin që unë kam vuajtur, domethënë i dinin streset çka kishim kaluar, edhe përgjigjja e tyre ka qenë shumë emocionuese, më kanë thënë nëse ti mam i je lumtur, ne të dy jemi shumë të lumtur dhe të gëzuar. Ne kishim dhe një rast tjetër të tillë, edhe është e çuditshme se si në rastin tjetër edhe unë bashkë me atë rastin e gjykonim veten për një lidhje të re, kurse ti je ai rasti që ata e kanë parë, të tërë keni dëshmuar që ai ishte një lidhje absolutisht shkatrimtare për ty, kështu që ka qenë shumë e lehtë edhe transferta në një lidhje tjetër, edhe është pranuar shumë më kollaj se sa kur lidhja është e shëndetshme, të paktën në dukje për fëmijët, është shumë e vështirë që të pranosh një lidhje të re mbas ndarjes, kurse ti ke pak rastin. Fëmijët e mi ka pas të gjithë lidhje të lirshme dhe kanë qenë shumë pozitiv ndaj këtij veprimi që unë bëra. Nëse kjo është një shenjë e mirë. Tani goca jeton në qytet tjetër, ti je rikthyer në qytetin tënd. Jam rikthyer në qytetin e bashortit që bashkëjetoj tani. Okej. Edhe ajo është e qetë aty vajza. Shumë, domethënë këtë doja të tregoja që nga ajo zënka atje, që edhe vajza u bind se kishte të vështirë jetesën aty, ama thjesht donte që të sqaroheshte gjëra që ajo nuk ishte fajtore. U larguam, aty u vazhdoi shkollën edhe java e parë që nisi shkollën bashkë me djalit, po qëndronim të dyja bashkë, sepse ne qëndrojmë të përqafuar, flasim shumë, jemi si 3 shok në shtëpi. Edhe vajza më thotë, mam, dua të them diçka. Po, i them, mund të shpresh. Thotë, jam shumë e lumtur në të vend që jemi, dhe kam gjetur shoqërinë që unë duhet ta kisha gjetur me kohë, por të kërkoj falje që kam gabuar kaq shumë. Shiko, Elira, më fal që të ndërpresen, ne tash kemi këtu në program, ndonjëherë e bëjmë terapinë bashkë me ju, ndonjëherë jeni ju shkak për një diskutim
që më lind dhe diskutimi më lindi nga diçka që ti the që e thon shumë prindër. Paka shumë kjo është siç është historia jote klasike e një vajze që rebelon, janë dhe shumë fjali klasike këtu të cilat na kanë bërë e kemi pasur mbas vetes gjithë jetës. E para kur ti u habite që ai pinte cigare sepse nuk ishte edukata jote. E dyta më bëri përshtypje dhe kjo është për Jonën, diskutimi, që ajo tha djalin tjetër e kam shumë të sjellshëm. Unë personalisht dëgjova historinë e një vajze e cila ti e the shumë mirë e the vetë, ndoshta edhe në marrëdhënie me familjen që ka pasur babain, u fut shumë shpejt në një shoqëri, por që ka karakter të fortë dhe mund t'i jap zgjidhje gjërave vetë. Unë vetë kështu e pash një adoleshencë të një vajze që, u ngatrua, por nuk u ngatrua aq shumë që t'ishte ajo negativja, kupton? Të paktën nga çka të treguar ti, ajo karakter negativ dhe karakter keqdashës nuk ka treguar dhe kjo është një gjë shumë e madhe. Të rish të pish cigare, nuk është nata me ditën me djalin tënd që spi cigare, ëh? Unë kam filluar cigaren 15 vjeç, nuk kam qenë njeri. Nuk e kam në shumë aspekte si nata me ditë. E kuptoj, po dua që edhe nëpërmjet tejes edhe ti thua ato gjëra që ke në mendjen tënde, po unë ndërkohë dua të ndaloj të gjëra që se kam shumë fiksim që ca gjëra ne I kalojmë se kemi dëgjuar, po hajde ti diskutojmë këto gjëra që janë kaq klasike dhe kaq të dëgjuara. Po më bëri përshtypje krahasimi me Çunin dhe që vazhdon e thua si nata me ditën në karaktere, jo detyrimisht I miri I keqi, këtë patjetër që nuk e thua. Po më bëri përshtypje në mënyra se edhe e treta është falja që të ka kërkuar ajo, që falja për zgjedhjet që ka bërë që ta ka kërkuar ty si falje, edhe kjo më bëri përshtypje. Po, dhe më përqafoi me shumë dashuri. Po ne si prindër duhet na kërkojnë falje për dëmin apo falje, sa ajo tha falje që zgjodha ato. Se unë këtu nuk pash dhe probleme shumë të mëdhaja. Unë pash një shkollë shumë problematike, unë pash një zonë shumë problematike, nuk e di ku ke qenë motër, ku ke jetuar në Tiranë. Jam shumë kurioze ta di nëse se thua do të ma thuaj pastaj çfarë shkolle pas ka qenë kjo dhe çfarë lagjeje. Ta them unë pastaj. Jo, për shkaktimesh ditën e parë ke pritë divorcuar kotu, nuk e di këto. Të tërë kanë po qika shumë agresive si lagje, s'po them era lagje se s'do paraqykoj. Vajza ime, shumë keq u prit. Shumë geto, si agresiviteti në kulm. Kështu që është zona aty, se zona ndikon, vendi ku jeton. Është ajo zona, është. Ajo quhet për atë gjë. Po, Jona, çfarë mendon për këto përcaktimet që I dëgjova përgjatë? Edhe unë shikoj një adoleshente tipike me rebelizëm kundrejt këtyre sjelljeve që ne I themi të pirë cigare, të qenit agresive, shoqërimit me persona të rrezikshëm ose influencues që mund ta çojnë në një drejtim jo të mirë. Po nga ana tjetër është edhe një adoleshente që mendoj ka thithur ose absorbuar shumë gjëra të rriturish në trupin e vet, si adoleshente. Dhe prandaj ky menaxhimi që ne na bën përshtypje vjen dhe nga kjo. Pra një rritje parakoshme në kërkimin e drejtësive, në mënyrën e artikulimit, se si ajo e shikon veten, mos e lër veten pas në kërkimin e drejtësisë. Nga këto ngjarje që po I ndodhin, mënyrën se si kërkon falje tjëmës, domethënë këto nuk janë gjërat të cilat një adoleshent I bën zakonisht. Mund të vijë një procesi më vonshëm dhe prandaj të bën përshtypje dhe patjetër ai kërkimi I faljes që ku ti ndalove më bën dhe mua të them që ka edhe aty fajsime që mund të bëj me veten e vet. Çështja e teatrit është një çështje e cila duhet kushtuar shumë rëndësi. Mënyra se si ai ka thënë është jo vetëm që e distancon, por është I mohim të personit. Shikoj, ka thënë më fal që të ndihmoj. Ka thënë diçka tjetër që më bëri shumë përshtypje, Edlira. Ai ka thënë që unë mbaj djalin, nuk mbaj dot 2 fëmijë, do mbaj vetëm djalin dhe jo ty. Po. Ato e lexova dhe unë. Edhe që aty vajza është ndjer shumë keq, po bisedoja. Kjo është skandaloze, të thotë, ja ka thënë sy vajzës që unë. Po fliste në telefon edhe normal si çdo prind pas divorcit që ka detyrime. I thotë vajza që ti ke detyrime kundrejt nesh. Jo thotë ndjej keq, unë s'kam detyrim për ty. Ty të marrë jo tani. Kam vetëm djalin. Okej, thotë kjo. Domethënë ti në ke dardhë si fëmijë. Okej, thotë. Mira bëre, thotë se unë s'dua që të njoh fare si baba. E rënd që nga dhe kjo, dhe gocat e ka marrë disa fika me plak që rrotullohet për të. Që aty më akuzonte mua, pse më bëre me atë baba. Ndjem shumë keq që unë jam
fëmijë një prindri të tillë. Shikoj që tek ty dhe tek ajo ka një lloj lidhje, një lidhje sidoqoftë që i ka rezistuar gjithë këtyre lëvizjeve, transformimeve që ju keni bërë. Deri diku ka qenë edhe brish sepse ju detyroi të largoheshit nga një vend, domethënë të ka sfiduar. Këtë lidhje që ju keni me njëra tjetrën e ka sfiduar dhe këto situata të jashtme jashtëzakonisht shumë, por prapë keni mbërritur në një pikë ku prapë takoni njëra tjetrën. Po, jemi shumë të lidhura njëra me tjetrën. Të ka vënë në dyshim her pas here si nën në kjo marrëdhënie, sepse të ka sfiduar, po. Por ama ke bërë dhe gjëra të jashtëzakonshme, të lëvizësh për fëmijën, do thotë të ndryshosh dhe ti rutinën edhe çdo gjë që kishte krijuar një strukturë aty ku ndodheshe më herët, por e ke bërë për hir të fëmijës. Kisha shtëpinë time, i kisha gjithë gjërat aty ku isha, u largova vetëm për hir të fëmijëve. Dëgjova edhe në fillim kur e përmendi Dalina historinë tënde, se kam edukuar shumë njerëz, shumë nxënës, ke qenë profesionin mësueses, dhe vetëm fëmijën tim nuk arrita. Domethënë e vazhdon akoma ta kesh të mendim në vete, apo e kupton që një adoleshent ka edhe këto sfida kundrejt një prindi? Me një adoleshent has shumë sfida. Mendoj që edhe vajzën time ta kishte edukuar dikush tjetër, siç jam sjellur me nxënësit e mi, me ish nxënësit e mi, kishte gjetë një zysh kaq të mirë, jo se jam unë, por vërtet që jam sjell shumë mirë me brezat, me nxënësit që kam pas, sa dhe sot më shkruajnë me falenderoj, edhe vajza ime kishte gjetë një zysh kaq të mirë, unë s'do kisha pas probleme me ta. Nuk gjeti zyshat e duara, i gjeti shumë arrogante. Nëse mjedisit ka qenë arrogant, por mjedisit të nxjerrë ta gjëra në paqe nuk janë pjesë e mjedisit, janë pjesë asaj që ti ke mbartur me vete në valixhen tënde, në valixhen e saj kur ajo bëri transfertën në atë qytet që bëri. Po unë në fund të telefonatës, në fakt do të thoya vetëm diçka që e tha Jona, edhe kjo është një merak i imi, tash ajo vajzë e mohuar nga jati, ishte rasti dytë sot, edhe është një dhimbje shumë e madhe, të mos vajza me babain, se ke në marrëdhënie me meshkujt, pastaj është po, por nga ana tjetër lajmi i mirë që njerëku, pra partneri juaj i ri është shumë i mirë, edhe ky është fat i madh. Por ajo që më bëri përshtypje edhe në ballafaqimin e parë me cigaren që ke bër, edhe në atë që tha Jona, me filloj me Jonën. Jona tha, ajo ka shumë shenja sjellje prej të rrituri, sepse si duket e ka mbajtur shumë të peshën e të rriturit, qoftë mungesën e babait, qoftë edhe me atë çfarë ka parë në familje, dhe dashje pa dashje, ti edhe kur je përpjekur ti jesh e fortë, ajo çka ka parë tek ty në momente të caktuara, nëse kanë qenë momente që ti vetë the që ishin të vështira, mund të kenë parë dhe një viktim, pra të ketë parë dhe forcën tënde, por të ketë parë dhe dobësinë tënde. Ajo gja ka një lloj mlefi, është një fëmijë që një prindi ka thënë nuk të mbaj dot, dhe një prind tjetër ka thënë kur pi cigare, ti i the që se unë jam vetëm, se ne po lodhemi për ty, se nëna me gjyshin. Pra, ja bërë dhe ti një fjalim të gjatë, që nuk ja se para as e fundit, je milionta që e bën këtë gjë. Dua ta them këtë kur se jam këtu me gjyku njerëz fare. Unë biles këtu jam gjithmonë me mësu dhe unë nga juve, shqyre kam hap të si shkollë për vete. Po, e the këtë gjën e gjatë, dhe pastaj u lidha dhe me atë që ai kërkon falje, dhe e lidha dhe me Jonën me pjesën e rritjes. Unë thjesht do të sugjeroja që në kuadër të vetë zhvillimit, ku ti je pjesë që ajo të zhvillohet dhe të bëhet ajo fëmia ideal, ajo mos harro që është një fëmijë ideal, dhe është një fëmijë në rritje. Dhe mendoj që të mund të ndihmosh shumë dhe në pjesën e butësisë së saj. Sepse ajo forca e karakterit, ajo forca e madhe do t'i shërbej patjetër dhe është e rëndësishme, po ka dhe një femininitet brenda gjës, dhe është për te i rimelit apo make-upit apo gjithçka, është një feminitet, një butësi që ajo feminitetin e parë nuk e mori nga jati vet, e të qenit femër, të qenë një vajzë e përgëdhelur e dashur, është një mungesë shumë e madhe kjo, ti je vajza babit. Por edhe të qenit shumë e fortë në kujdesin tënd apo për gjyshen, për gjyshin, edhe kjo po ta theksosh shumë nuk i bën mirë vajzës. Nuk ka pse. Edhe adoleshenca nuk e ka gabim. Nuk ka gabim që e rebelon. Është pjesë e procesit. Ajo zgjodhi ashtu, e kuptoi, tash është ndryshe. Kalamajt janë kështu në ujëra të ndryshëm, sillen ndryshe. Kupton, një ditë do pinë 6 pi energjike, po i le 4 ditë pa atë dhe harrojnë. Është mirë kur ti ke bërë mirë, ke marrë vendime. Është e rëndësishme kjo gjëja që se ke lënë atë ambient me energji mbyse. Por meraku që thash në këtë gjatësitë time të monologjeve,
që nuk po rikuperoj dot, s'po e rregulloj dot, është të lutem mos shife që ajo ka një proces. Që ajo mos dihet e gjykuar për procesin. Rritje zhvillimi. Mos kërkoj falje kaq shumë. Shive që ka një rritje, nuk ka lidhje as mësuesja e shkolla, edhe ambienti ka lidhje, mësuesja dhe ti dhe të gjitha, por në fund të ditës ajo do marrë nga këto, pa ajo është dhe një femër, edhe është një vajzë, edhe është një 16 vjeçare që ka procesin e vet. S'ka pse të thot më fal ty her pas here, ajo do ta thot një ditë, do ta kujdeset për ty. Do ta japi ndryshe. Mos je presioni sepse ai presion ty do të rezultojë si e di çfarë ndonjëherë ky presion rezulton në një fëmijë të jashtëzakonshëm për prindin, por rezulton pastaj në ca zgjedhje që ti mban familjen, mban vjerrin e tënde, vjerrën e mban përgjegjësitë të gjithëve, merr ndonjë burrë që rrin në shtëpi gjithë ditën, janë ca lloje të tjera që ku kthehen. Edhe në një moment shpërthen edhe ti thua çpati gruaja 40 vjeç. Po ti je shumë, do jesh më plak për ta kuptuar më mboshuar, por lëre mos të kërkoj dhe falje, lëre që ajo të jetë okay me gabimet e vet, apo jo Jona? I them se nuk dua falje mami, thjesht unë dua ndryshim veprimesh. Nuk më vlen faljet. Më pëlqeu shumë ajo që the, edhe mund ta konkretizoj me këtë që ndonjëherë adoleshentët nuk e flasin gjërat që kanë nevojë. Ne na duhet të dëgjojmë ndonjëherë atë heshtjen e tyre. Se zakonisht nuk flasin, pra e tregojnë vetëm me mllef në këtë mënyrë që po e përshkruante pak edhe të lira, me agresion për ta shprehur atë gjën, dhe aty ka diçka e cila ajo do të dëgjohet. Prandaj e nxjerr në atë formë. Dhe prandaj ti po thua mos je presion dhe unë bashkohem këtij mendimi, sepse presioni normalisht tensionon edhe atë e shtyp. Adoleshentët ka një gjë që kam kuptuar unë te pjesa e presionit. Ti mund të rrish në dhëm, tamam kjo, ti të kërkosh ti nxjerrësh diçka se çka ka. Dhe shko në orën 8, mund t'i rish deri në orën 12 mbasdite, në orën 1 të mëngjesit papritur të vjen në krevat. Dhe të vjen, të më thënë, është një proces, si jam unë preke më motër se unë kam gocën sa ty dhe tjetrën 14, dhe kjo është një temë që unë më doli nga zemra. Kisha një temë tjetër, po thash që do bëjmë të temën, sepse për këtë kam djeshmëri për momentin. Nuk jam këtë tip me fëmijët, unë i them kur të jesh e gatshme ti, mund të vish të flasë. Po jo, kanë të bukur dhe ato kur vi vetë. Edhe kur vi vetë dhe rinë në celular afër teje dhe s'flasin fare, edhe është një moment i shenjtë sepse është thjesht rri aty me ty. Do me thënë, edhe ne si prindër, nga stresi dhe frika, se edhe ne duhet mësojmë, kërkojmë të dim, mjafton që vinë aty. Vinë te ty, kupton se mund të shkojë edhe diku tjetër. Është i rëndësishëm e lira që ai dhe i momenti që vi te ty të vi pa gjykim. Ti t'jesh një njeri dhe këtë burrat, përveç këtyre burrave që fatkeqësisht kanë qenë në jetën tuaj, po burrat e bëjnë shumë mirë këtë. Kam vënë unë tek baballarët, prandaj kishte edhe kjo lidhje, ndoshta me baballarët e kanë bërë shumë mirë të, në paktën majsta unë di dhe kam parë që të shohin pa gjykim. Kurse neve kemi një bëre këtë, kemi merak. Domethënë edhe gjykimi, edhe kur s'ka asnjë gjykim, thua fute karakterin brenda. Mbuloje, po kjo të bën një zhurmë, që atë zhurmën pastaj kur vdes nëna, e do më shumë se babain, të merr malli më shumë për atë zhurmën e nënës, sepse ka lënë një heshtje totale të frikshme kur të vdes nëna. Por për sa kohë është ajo, është e tmerrshme. Domethënë bëhet lodhse dhe kalamajt për neve, dhe sidomos kur janë nëna në divorce, nëna që rrisin veten se ti ke presion të madh, kjo bëhet e lodhshme. Bëhet për ata, bëhet dhe kështu që ka nevojë që fëmia ka dhe ajo qetësinë e vet, pa i kërkuar, mos i kërko asgjë. E di vetë, i kuptove që i kalamat mirë, fundit është ashtë e mirë. Ai po donte i kishte cigare s'është asgjë. Se ne mendojmë cigare nuk çonte droga, ka cigare që të çon asgjë. Mund kishte filluar edhe gjëra më të rënda. Po ndoshta i fillonte, ndoshta si fillonte, këtë nuk e dim ne. Por ti bëre lëvizjen tënde, ajo është okay me lëvizjen, pra nuk kërkon të rebelon, nuk po shkon në një gjë tjetër të thotë, dua të shkoj prapë aty. Pra ajo ishte një ambient jo natyral të saj. Por që aty ajo tregoi ca vlera të tjera, sepse edhe në atë ambient ka vlera. Pra shifja dhe vlerat e saj, ajo është për të parë. Bravo të qofsh që nuk e pranove fajin. Bravo që s'u bëre servilja e askujt. Kështu që bravo për këto gjëra dhe këto janë bravo. Nga ambienti ku është rrit, e ka rrit në shpejtëse ç'duhet jeta. E pra po lëre të jetë çik fëmijë, lëre është e rëndësishme. Të shijoj fëmirin. Po ta shijoj një çik. Lëre të jetë fëmijë se pastaj jo, edhe ato kanë plagët e tyre ato. Sepse ka një ndryshim total. Edhe ndjehet shumë e qetë, ndjehet shumë e mbrojtur.
Normal. Okej, unë të falenderoj shumë Edlira për telefonatën edhe jam e lumtur që je okej. Faleminderit juve që më dëgjuat. Në paqe vajza, du t'jesh në paqe ti. Normale. Kur fëmia është i lumtur edhe prindri është 10 fish dhe i lumtur dhe më i qetë. Po edhe ti du t'jesh në paqen tënde? Do ta themi tani tutje nga e kundërta. Kur jam unë e lumtur është fëmia e lumtur, se kur i thua kur je ti e lumtur fëmia si ai vendos një presion. Meqë sot e bën presionin për t'ia hequr. Është e kundërta, më paqe. Do t'jemi ne në paqe, në qetësi. Ti si mësuese ke të vështirë se thonë që mësuesit e doktorët të mos ishin arsimtarë, tha mjekët do ishin më të marrët. Kështu që juve e keni dhe që nga profesioni. Ne kemi çik. Të falenderoj shumë, mirupafshim. Shumë falenderoj nga ana juaj. Okej, ishte një episod shumë emocional, në fakt. Po që si është puna grave, gjithmonë ja mundohen ta gjejnë zgjidhjen gjithkohë, se gjejnë. Të forta ja, se kem frikën fare grave. Po edhe me këto nuancat edhe se ç'a duam ne. Edhe mua e presim që i vëmë një kështu ne, po kjo s'më pëlqen mua. Është fort kjo kur e themi, s'më pëlqen mua, po ç'a do adoleshenti është të përshtatemi me adoleshentin. Dhe më mbeti më në mendje një gjë që the në fillim, ku adoleshenti e ndjen kur prindi është i vërtet ose jo. Dhe më po reflektoja ndërkohë që Edlira po fliste, që ndoshta ndonjëherë mund të vishemi në rolin e profesionit që kemi, dhe të duam të japim fëmijës, ose fëmijat na jap mbrapsh atë që ne ndjemi të vlerësuar për rolin që kemi. Për shembull, siç e thonte dhe Edlira, unë jam mësuese, kam edukuar njerëz, shumë nxënës të tjerë, dhe dua që të fëmia e saj, ndoshta ka dashur në subkonsciencë që të ishte ideal, pra të shfaqej me një fëmijë shembullor, që arrita ta bëjë dhe fëmijën tim. Kështu që e ka sfiduar në këtë drejtim dhe na bën të kuptojmë dhe të reflektojmë që fëmia të merr ose të jep atë që do, jo sepse duam ne të vishemi me arritjet dhe sukseset e këtij fëmie, ose mënyrën se si modelohet së jashtme, por sepse ai fëmia ashtu ka procesin e vet dhe mirë e mbyllëm me pa presion. Një nga sekretet më të mëdha që nuk i ndan asnjë në emisione, është pikërisht ajo përballja jo me fëmijën, që është fëmia që ne donim të ishte. Ajo nuk ka për të diskutuar dhe nuk e thot njeri, po është e vështirë. Është e vështirë dhe sfiduese sepse të gjithë kanë në kokë një fëmijë që të donin të ishte, dhe kur e shohin atë fëmijën, ndoshta nuk është fëmia që të donin të ishte, e duan pafund, po është dhe kjo e vërtet dhe fëmia e reflekton, sepse se ndjen që nuk është fëmia që ti doje të ishe. Kështu si fillim ne duhet ta shikojmë ta shikojmë që ai është fëmia jon edhe është një fëmijë që është i përket vetes vet. Po, i përket vetes vet. Edhe është shumë mirë që është aty dhe ka një arsye pse je prindi vet. U them që ishte shumë emocionale. Kjo unë qava, po tashi po s'qava për këtë temë këtë do qaj. Pastaj, siç më thatë dikush që takova Dalina mbaron adoleshenca, pastaj ke halle goca a gjeti punë, a gjeti çuni atë dashur, thash o zot, kjo gjëja nuk mbaron kurrë. Por si tha mami, prandaj është fjala barr, se është një barr që e ke të jetën. Po edhe lumturi. Okej, ne flasim ja usitet dhe më mori malli për ty do ta them se kisha më dëshirë të thoja. O bë pako. O bë pako, hajde, ciao. Ándale.